Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Në pjesën e parë, siç e kemi zakon tani, të këtij emisioni, unë jam në studio me Flamur Nogën, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Flamur, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. A je mirë? Tani në këtë momente se gjendja, mënyrë që ka ndodhur dhe gjendja ishte e vështirë. Themi drejtën, ha? Ylli, nuk është çështja a jam mirë unë. Çështja është A është mirë populli, thotë. a ndjehet mirë kjo shoqëri pas një farse të pashoqe të zhvilluar. Farse madhe, thotë. E pashoqe. E madhe. Dhe demokracia pas saj farse është në një agoni. Kaq është. Kjo është s'ka lidhje me flamurin e Demokracia jonë, thua ti, tani është në një agoni shumë të madhe. Absolute. Atëherë, do të flasim për zgjedhjet, siç e kuptuat të nderuar teleshikues, që opozita nuk i pranon dhe kërkon urgjencë zgjedhje të reja dhe me qeveri teknike. Të ftuar që do të ndihmojnë në mbrëmjen e sotme janë Baton Axhiu, Ergjys Mërciti dhe Antona Bilekaj. Mirëmbrëma, faleminderit shumë. Mirëmbrëma. Faleminderit. Knatësi. Tani, përpara se të bëheshin këto zgjedhje, ne e kishim zotin Oka këtu dhe patëm një moment të cilin ju të nderuar teleshikues do ta ndiqni çfarë tham, se ndonjëherë ne bëjmë konkluzione për i themi. Sinkroni një. Nëse unë bisni sërish Flamur, larg qoftë, ta them sinqerisht, larg qoftë, shndodh me partinë, a duhet largohet doktori? Larg qoftë humbët. Në një ndeshje, Të gjitha atyre. dikush humb, dikush fiton. Ju fitoni, po e zëm se humbët. Ai që humb është Gjirizi, kështu që mos e bëj pyetje më. Ai që humb është Gjirizi. Ai që fiton është programi për qytetarët. Ore, arri doktori prap në partinë qoftë se ju larg qoftë humbët. Unë nuk ka larg qoftë, ne do fitojmë. Sigurt. Po ti Flamur, më thuaj për vetes paktën, në qoftë se humni larg qoftë, ti do rish? Ne do fitojmë. Po ku do vej Flamuri të lëviz nga vendi aty sikur të kthehet? Ne do fitojmë. Sot qeshti ose Ylli. Ylli, këtë pyetje shko bëjo atyre që kanë Të gjithë mo dhe atyre. Sulur të blejnë. Ja u kam bërë të gjithë mo burr, çfarë do Për bësh? Europë dhe po bën gati. Edhe partive të reja mo, çfarë do bëni ju kam thënë. Pra, ishim në një bisedë për para zgjedhjeve me zotin Noga. Tani, Noga, thatë që fitoren e keni të sigurt, por Partia Demokratike ka pësuar një humbje me të vërtet dramatike. Me shumë thellë, do me thënë më thellë se çdo herë tjetër. Bile edhe në vitin 2021, kur ishte Luli Basha. Kush mban përgjegjësi për këtë rezultat? Ylli. E para. Në Shqipëri nuk ka patur zgjedhje me 11 maj. Ne në emisionin e fundit që është bërë para 11 majt, kemi zhvilluar një debat këtu së bashku dhe kemi biseduar në lidhje me zgjedhjet. 11 maj nuk ishte zgjedhje. Ishte një farsë e përgatitur, e kurdisur me mjaft kujdes, dhe ajo ditë ishte një ditë që u finalizua tregu i votës lirë. Identik, siç në çdo qytet ka një treg të gjësë gjallë, në Shqipëri Edi Rama kishte instaluar tregun e votës. Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore dhe gjithë opozita nuk mundet kurrë të përballet me tregti të votës. Nuk mundet kurrë që të hyjë në një proces ku shitja dhe blerja e votës, shantazhi, ku krimi, ku patronazhimi, ku droga, ku parat e korrupsionit, ku i gjithë shteti kthehet në shtet elektoral, dhe të hyjë pastaj opozita aty dhe të pretendoj që ky është një proces zgjedhor. Jo, është një farsë. Dhe siç e dim të gjithë, farsat i cakton autokracia apo regjimi dhe rezultatin e tyre. E njëjta gjë ndodhi në Shqipëri.
Në rast se ju Zoti Flamur tani. do më thoni që në Shqipëri kishte zgjedhje Fjalën farsë. të lira dhe demokratike, atëherë Okej, dakord. ja. Ta shkojmë. Po, patjetër, po. Drejtim. Po. Shiko sa e thjesht është. Pse nuk e përdorët asnjëherë fjalën farsë përpara zgjedhjeve? Se ju e dinit që kjo do ndodhte. Po sa po mbaruan dhe u shfaqi rezultati, u tha rezultati, ju bërtitët me gjithë madhe farsë. Ylli. Tani ju përpara zgjedhjeve e dinit që kishin të bëni me farsë. Ylli ju kuptoj, po. Po. Tani, A e dinit. mos një gjë keni parasysh. Dhe ju jeni i vjetër në politikë, Në gazetarisë, politikë. edhe politikë si jeni marrë me politikë. Keni qenë gazetar edhe konsulent politik. Ndonjëherë, Herë pas here. po konsulent nuk ka Po të nevojë. shumtin e kohës. Zoti Flamur nuk ka shumë nevojë për konsulent se nuk dëgjon njeri. Jo, Për shembull, shumë më kujtohet dëgjon. mua në vitin 2005, të them një gjë edhe për të shtiruar këtë. 2005 doktori zgjodhi të gjithë këta dhe tha kam zgjedhur të gjithë këshilltar. Kishte zgjedhur 17 këshilltar. Edhe vazhdoi të thoshte kam zgjedhur këtë dhe i pyeti ua, doktori tha më bëj, po si do të këshillosh gjithë këta tha. Se këtu të drezin për këshilltar, por në fakt japin këshilla. Nuk është se merr këshilla njeri. Ka dalë dhe gjitha. Nejse. Ka këshilluar civitan. Nejse, Ylli, a ke dhënë Edhe këshilla, a ke marrë këshilla, civitanë shkret e Po, e këshillohet. këshillojnë gabim. a ke marrë këshilla, a ke dhënë këshilla, s'po e themi, po themi, që ke qenë. Tani, çfarë është? Mirë më mirë, dakord. Ne Ne pranoj çdo gjë. Nuk ndodh kur, para çdo situate që tjetë, një opozit që të bëj deklarata apo prononcime deklarative për dekurajuar zgjedhjet. Por, jemi po ne që kemi thënë me kohë që në Shqipëri me Edi Ramën nuk ka zgjedhje të lira. E vërtetoj vazhdimisht. Nuk ka që nga 2013. Është një farsë, po ta pranojmë Të lutem, 100%. të lutem. Para zgjedhjeve ju nuk e dinit Të lutem. që ishte farsë. Këtë pyetje po të bëjon, ti do ta s'më jep përgjigje. do ta jap përgjigje. Po më jep për. Që nga 2013 Ylli dhe deri më tani, 2013 janë zgjedhjet e fundit të lira dhe demokratike në këtë vend. Dhe deri më tani po them, nuk janë zhvilluar zgjedhje të lira, janë zhvilluar farsa. Mbani mend, farsa nisi me zgjedhjet lokale të parakoshme të bashkisë së Korçës. E mbani mend? Jo, vetëm. Kur Niko Peliç Unë e kisha bërgati, po ti më dhe përgjigje Po, vetë. vazhdoj Nga me- viti po. 2013, PD nuk ka pranuar asnjë parë zgjedhje. Po pra, lutem. Gjitha i keni kontestuar. Vazhdoj. Sekond, jo. Po. I keni kontestuar në një mënyrë apo tjetrën. Mos ndoshta tani, me që ju vjedhin votat o Flamur, ka 12 vjetë që ju vjedhin. Mos do t'ikni ju që të mos ju vjedhin. Se ju që keni... Ju vetëm ju vjedhin? Jo, nuk. Atëre ju që keni jo, pas? Jo, Po që? nuk tha kush se janë vjedhur. Po kur, që janë bërë? Jo, është tjetër gjë të zhvillosh një farsë, është tjetër gjë të vjedhësh. Se farsa nuk është të vjedhja. Jo, vjedhja është një nga elementet e farsës. Se është bërë shumë gjëra më shumë se vjedhja. Absolutisht, për ne po them, vjedhja është një nga elementet. Juve Ylli, si i vjetë që jeni në këtë fushë, hulumtoni dhe gjeni çfarë do të thotë farsë. Vjedhja është një nga elementet e farsës, bile është elementi më minor. Farsë është koha vëzjedhjet në kohën e Enverogjës. Ato ishin një Tani, po, a vithë kush kohën e Enverogjës kishte nevojë të vitheshin sepse zgjidheshin para se të Vinja i diskutojnë. fundit që të më thoshin ajde disa herë. Atëherë, a të bëj një paralelizëm Ylli? Po, sigur mos e bësh atë paralele të vazhdojmë Flamur. Do ta vazhdoj vetëm të leje. Më lejo 30 sekondë. Po bëhe paralele. Dhe mirë. Tani, unë për lidhje me kohën, Për këtë vjedhje që ju bëjnë këtë farsë të madhe që ju bëjnë, ju s'kini asnjë faj. prit, do ta them. Thuaj. Tani, për këtë farsë, a të bëj një paralizëm the për mendje kohën e Hoxhës. Po. Unë po rria te vota e diasporës, kur filluan. Dhe po ndiqja numërimin. Ylli, ishtin kutit e para të Beratit. E të mërshme. 99,9% Pse? Partia Socialiste. Jashtë çdo perceptimi, Si ishin marrë këto? jashtë çdo imagjin. Ta them unë? Ma thuaj tani si u morën? Ja ta them unë. 99,9%? Sa që votojnë shikone shokë në verbo, bile më poshtë. Jo, më poshtë pra. Si u morën këto tani? A keni një provë? Po. Merë nga Berati, merë nga ta them- Korovoda, merë nga... A ta tregoj unë. Kodra. Po parë tregoje. Ja. Një provë si u morën këto 99%? Ja ta shpjegojmë, diasporën. Urdhro. Të nisim me diasporën, Urdhro. ma thu. Në Selanik, dega që kemi ne atje, së bashku edhe me një deputet toni, Votat në Shqipëri. Ta Pastaj mbarë. kalojmë.
Në Greqi do ta marrim më vete, do ta marrim më vete. Okej. Tani çfarë ndodhi? E ndoqët ju përplasjen që ndodhi në Tiranë të Re tek zyra e Erion Braçës ku shkuan Që ikën 2 veta aty. jo disa drejtora. Prit ta them. Unë akoma nuk e di. Prit. Thjesht po them. E njëjta situatë. Prit, të lutem, ta them unë. E njëjta situatë ishte ke u kap edhe në Kashar. Të njëjtën situatë e kapa edhe unë në njësinë 3. Çfarë ishte? Në të gjithë Shqipërinë, ylli, Po. pranë qendrave të votimit, Rilinja kishte ngritur zyra elektorale të pabranduara, ku hynin qytetarët e patronazhuar, merrnin fletën e votimit të plotësuar, e futin në xhep, shkonin hynin në qendrën e votimit, votonin dhe kthenin po aty fletën e votimit të bardhë. Treni bullgar. Do thua ti si ka mundësi? Po, ylli. Sot Ky Peqini thuhet i treni bullgar. ky në Peqin ishte një nga. Po të duash ti. Prit, fal, një nga zyra. Një minutë. Më fut dhe mua në trenin bullgar. Se di çfarë bëra unë. 3 herë këtu bëra reklam me baton me kështu këtë të KGZ-s, e nxirrja këtu unë. Si duhet votoni, i thosha popullatës. Duhet votoni kështu, duhet votoni kështu dhe na dhan reklam. Dhe tani po mund të më futesh dhe mua në tren bullgar. Jo, Ylli, ti nuk e lidhe me bullgarët. Jo, me bullgarët jo, më po. Fshati jot, ku jetë nga vjen ti. Ka lidhje fare me bullgar. Ajo është Është rrës gramozit Yes. dhe nuk ka lidhe me trenin as me metodologjinë bullgare. Kështu që ti jenë tjetër gjë, Ylli. Tani, po jo, se atë flet kam patur dhe unë nga ato flet këtu. prit, jo, Ylli, mos u ngatro. Dakor. Nuk, ti ke patur modele, Modele. tjetër gjë është fleta e votimit. Tani, pse po ta them unë? E pat ju në Peqin. Po ju them te Dega 5, Dega Kashar, Dega janë 4 raste që po kujtojmë. Tani, Ylli, 130.000 fletë votimi të prodhuara, të hedhura në... Po kemi të vërtetuar këtë flamur. Po, prit. Po, prit. Se flamuri po thot një gjë shumë të tmerrshme. Po, është të Po ka ndodhur kjo, duhen të arrestuar me njëherë. Ja, t'ju a them unë. Me të gjitha. Ja, mos u ngut, ja ta them unë. Po, Janë porositur 3, se të mbaj mend sa fiks fletë votim, 3.2 a 3.5 milion fletë votimi. si milion fletë votimi, 3.2. Po. Që ka porositur Shqipëria, shteti. Po. Do me thënë Dhe këto, Komisioni Qendror. po, janë hedhur, janë quar në të gjithë KZZ dhe qendrat e votimit. Pra, dhe tani mungojnë në fletët e prodhuara, fletët e votuara, fletët e pavlefshme, fletët e tepruara gjitha, kur mblidhet shumatorja, mungojnë 130.000 fletë votimi. Çfarë është kjo? Është skema mafioze e trenit bullgar që është hedhur në çdo qendër votimi në Shqipëri. Do të thoni ju pse? Paniku, Ylli, paniku. Paniku. Ata e ndjenë panikun dhe u vërsulën, ju doli gjithçka nga kontrolli. Shifni, po t'i takoni tek a tek, jashtë ekraneve, do t'ju a thonë dhe vetë ata. Edhe vetë ata do ju thonë, paniku i bëri që t'u dalë çdo gjë nga kontrolli. Kjo ishte. Pastaj, një mekanizëm tjetër ishte krimi i organizuar kartelet. Tani Ylli, bëj pyetje unë ju, miqtë e mi, më lejoni se tash si miqi, unë kam marrë të përgjigjem, por edhe në pyetje do ta bëj. Po, ke të drejtë më? Më ndoqët mua ditën e votimit në Vor. Që vajtet e ata xhabaftët. Po, jo, s'vajtet e xhabaftët unë. Se ja sa bukur. Erdhën xhabaftët e ty. Sa bukur e artikulon ti. Po. Unë vajta në qendrat e votimit pasi më informuan që disa persona me precedent kriminal, me Bexho të KQZ-s, Kishin Bexho këta? po, Xhabaftët. po, të gjithë, dhe po votonin për çdo qytetar që hynte aty. Kishin Bexho ata që do luajnë. Jo, ishte shife pamjen se më Jo, unë nuk shoh dhe mirë, po. Më fal. Ata thonë jemi votues. Jo, prit. Thanë Jo, votuese. shifi film. Bexho dhe ma tregojnë mua, Bexho. Me nxjerr kështu. Ja ku e kam thot. Jam i KQZ-s. Prit. Ke gjithë ai. Prit. Se ti po mos i quan të gjithë xhabaftët. Po prit ta marrë unë. Am lejo ta marrë. Sa xhabaft ishin? Po mos u ngutur. Jo, më fal. Sa Do ta tregoj unë ty. Po mos u ngut. Dakor. Aty Ylli. Mund të ketë asistent të xhabaft. Po. A kjo është asistent. Se aty ishte xhabaftët dhe asistentët. Çfarë ishte?
Një bandit, Nipi i Kapobandës, kishte rrëmbyer Bexhën e një drejtori të bashkisë, e kishte varë në qafë, dhe vazhdonte të votonte për çdo njeri dhe aty s'bënte sus, ishin gjithë, nuk bënte gëk më asnjë. Asnjë. Një guximtar më shkruajti SMS. Kështu kështu po ndodh. Vajta unë dhe e pati ju debati që unë të dalim për jashtë. Sa xhabafti? Prit. Gjithsej. Të gjithë, pafund band. Dhe unë Tani qysh me Tiranë xhabafti? Prit, jo, nuk ja Tirana, ishte në qendër votimit në Vorë po flasëm. Po në Vorë pra. Mos u gut, ishte gjithë Tirana. Fishimat janë ata. Jo, po kaq. Qendër votimit mjafton 20 veta, mjafton e ke uzurpuar dhe ishin 3-4 qendra të uzurpuar. Prit. Tani po ju bëj pyetje unë ju. Unë shkova atje dhe më doli përballë Blendi Klosi, që ish kandidati i zonës, apo më doli Blend Xhabafti, Bert Xhabafti. Gonxha, jo Klosi. Blendi Gonxha staçi. Fal, Blendi Gonxha. Kush më doli? E dyta, pat ju përballë meje socialist, komisioner, deputet, politikan, apo ishin këta antarët e Filharmonisë së Vjenës, se ashtu mediat e qeverisë ashtu i publikuan. Sikur Flamur Noka shkoi dhe bëri sherrë dhe luftë me antarët e Filharmonisë së Vjenës. Jo me bandën e Xhabaftit, jo, për gjitha mediat e pushtetit, ata ishin antarët Filharmonisë së Vjenës. Çfarë është kjo? Ylli, pa ma shpjegoj qik? Unë nuk shpjegoj do të gjë, po jepa. njeri më shkruan Mosvallë, jo, më thotë, po trenin bulgar, për trenin bulgar, po vullën e PD-s, kush e vuri? Pse pas kam patur dhe vullë të PD-s ato? Jo. Disa? Jo, jo është e KQZ-s vullë. Po jo. E ka shkruar të gabim kë. Ylli. Ka komisioner. Dere ti je njeri që ke eksperiencë dhe nuk mund të ndikosh. Si që pandoj? Fleta e votimit, miku im, nuk ka vullë PD-je PS-je. Ka një vullë KQZ-je. Po kishte vullë KQZ-je? Ka 2 vullë. Tani janë duke thonë, fletët e trenit bulgar të gjitha kanë qenë të Treni pajisur. bulgar i Pekinit. Dhe jo vetëm. Këtu në dalë kanë ja 300 trena, 400 trena. Jo, sa qendra votimi... Edhe në vend ku s'kalon Ta treni. shpjegoj unë. Sa qendra votimi ka pas në vend, aq zyra, aq... Vetë me akurot që funksionon në Zyra ka pas... Shqipëri, Po, është treni bulgar. prit, jo. Tani, Flamur. prit. Vetëm. Po. Ja, vetëm pak. Une nuk... Po mos tisha prezent, tisha para televizionit me ndëgju e kësha ndërgju rëfimin, por kam përvoj atë shumë në zgjedhje sa nuk mund të apranoj trenin bulgar në përmasat e 130.000 fletë votim. E para është e pa mundur. Një shkollë, Flamur, i ka 10 kuti votimi, 10 klasë ose... Qendra Një qendra votimi. Kur është qendra madhe? Qendra e madhe. Po. Edhe për të hyrë në shkollë, ti e ki masën jashtë. Nuk është e pa mundur me bo trenin bulgar në qëfar do shkolle. Mundet vetëm në zona periferike kur mund lunë për një deputet. Në zonat mëdhaja, kur janë 10-20 kuti votimi mrena në shkolle, është e pa mundur. S'ka asë një shansë. Baton. Asë gjë. Je Dhe duke... kënë gjep, nuk asë gjë. Baton, baton. Po të fletë në gjep, po qëri... Je... Ku e fletë, fut fletë në gjep, ajtë ma thuj. Fleta futet në gjep, Si? fleta futet në mbushur në gjep. Po si? Vetëm 30 sekonda të jasëri. Shkon të zyra, që thame, petë zyrën e Erion Braqës. Bravo. Merë fletën e votimit të gatshme, e fut Të mbushur dhe shkon... Shkon merë fletën e votimit të tjerë. Fletën e votimit të pa mbushur e fut në gjep. Gjera të nga gjepi dhe voton, dhe shkon prapë dorëzon fletën e votimit. Po flet, qërë, vetëm në një zonë... Se thjesht si procedurë, po më të përshajor procedurë, nuk Unë po ju them një element. A ke provu? Unë kam qenë në 4 vende me kësi kriza e këtë nësive shgusi zgjedhjeve. Baton. Një prej zonave ka qenë edhe në Ukrajinë, në Odessa për shkak. Unë kam parë në Shqipëri njerë. Atë dhe mundi që... Në Shqipëri ka ishte 2020 në Bulgarë. Dëgjo, Baton. Ti do kishe të drejtë në këtë që thoje, po që se do të kishe shkuar të kishe ndjekur zgjedhjet në Rusi, në Gjeorgji dhe në Shqipëri. Nuk kanë asë lidhe me zgjedhje tjera. Në zgjedhje në Kosovë, Baton... Ukrainë kanë qenë zgjedhje katastrofale. Edhe në Ukrainë, po them. Zgjedhjet në Kosovë. Shiko, Baton, jemi këtu. Maqedonia e Veriut, Kosova, Malizi. Ke parë, ndodhe në herë këto situata këtu? Kur? Ti je brenda sistemit dhe e njeh. Këtu, Baton, shteti elektoral është përsosur dhe funksionon si një sistem i tëri mafios. Mafios.
Tani unë po të them. 1 është treni bulgar. 2, blerja e votës. Do t'jap argumentin. Në Dibër, Xhelal Mziu, Xhemal Gjungshi dhe Rim Spahiu ndaluan një makinë. Ndaluan një makinë. Dhe i zoti makinës me çantë dhe me kallash në dorë e kanë pa dhe banorët iku nga makina dhe u gjetën aty mira euro dhe miliona lek, të gjitha bashkë në vlerën e mbi 12 milion lek shqiptari, ishin në vlerë, u gjetën 3.500-4.000 litra naftë, pra të gjitha ishin për të blerë vota. Dhe informacioni ynë, personi që ishte në këtë makinë, i trembur, s'ka njeri pa marrë në telefon, derisa dikush nga skapi i partisë e garantoi rrise do ta vonojmë deri mbas mesazhet që mos ke njerëz dhe vi bëjmë kontrollin. Tani më fal bëj pyetje unë. Ishte flagrancë. Makina tjetër ishte me kandidatin e Partisë Socialiste dhe me 2 shqiptarë që jetojnë jashtë, me 10.000 euro tjetra, mrapa, dhe u garantuan që do të kontrollohen pas orës 3 natës, që kur të mos ketë asnjëri dhe mos shoh kush asgjë. Pra nga masditja, nga ora 7 deri në atë kohën mbajtur, dhe në fund u gjetën. Çfarë janë ato para? Dini gjë ju të ketë vepruar, të jetë arrestuar dikush? Si të arrestuar? Prit, po. Po vërtetuar nuk arrestuar. Zotri, jam duke të thonë lek, lista zgjedhës, lista njerëzish që do bliheshin, pound, euro, karburant. Pash një mos u ngut. Një sekond. Po. Pash njerën unë një makinë, ajo të regonte pjesën e parë, vendin e shoferit, këtë midis vendit shoferit dhe vendit parë, është kjo hapësira që duket sigurisht kështu tavolinë e vogël. Dhe aty ishte një zarf me një shuk me para brenda, po ajo nuk vërtetonte gjithë këtë gjë. Ishte edhe një tjetër video më përpara që shpjegonte se si kalonin disa njerëz, po nuk duke që ishte lidhur me atë. Pra, këto djera, ose po mund t'jetë e vërtet, një minut, duhet i marrë organi jetimit, jetojë, dhe të nxjerrë konkluzione se ndryshe po jetuat vetëm ju këto. Jo, vetëm një moment. A e din ti, Ylli, prit. Po jetuat vetëm ju këto? Ylli, jo, s'kemi jetuar, ne kemi kapur, jo, prit. A e din ti, Ylli, që në zgjedhjet e 2023-shit, vazhdojnë hetimin 50 qytetarë, të cilët janë të gjithë të pa bukë në shtëpitë e tyre, dhe skapi i heton për krim elektoral të cilët janë gjithë janë demokratë. Asnjëri prej tyre kur është kontrolluar nuk i kanë gjetë më shumë se 20.000 lekë vjetra në xhep. Të mund jam dakord. Prit pra. Tani, më fal, ligji lejon që ti duhet mbash deri 9 milion, as nuk duhet kaloj skap shifrën 10. Pra, mbi 10 milion nuk mund t'i mbash në xhep ti. Kalosh kufirin. Kudo, edhe në rrugë. Jo. Po ke gabim. Po jo, pra. Ose do të kesh dokument. Po ke gabim. Do të dish ligjin. Tani në fushat elektorale, ç'ne këto para, ç'ne këto tollona karburanti, ç'ne këto lista bashkëshoqëruar me lista zgjedhje, edhe karta. Edhe karta identiteti në të njëjtin makinë. Dhe të banorët janë dëshmitar. Të bëjmë një marrëveshje, të keqen, të lutem. Tani jo më fal. Ja dëgjoj vllai, shiko. Të bëjmë një marrëveshje thjesht fare. Po. Në qoftë se të gjitha këto gjëra do t'i vërtetoni vetëm ju flamur dhe nuk ka organe, nuk bëjnë ato, se janë të Edi Ramës. Nuk bën Spaku, nuk bën drejtësia, nuk bën kjo, nuk bën KQZ-ja, nuk është shitur Celibashi, këtu mbaron biseda, ta mbyllim dhe ne pastaj. Shiko, ti mund ta mbyllësh që tani. Jo. Ta mbaroj unë tash? Ka bisedë ke. Mira, them unë që tani unë kur të them unë Ylli, shtet elektoral, ti duhet kuptosh se di mirë çdo të shtetë. Kur e morti? Pra, ta mbaroj. Prit. Jo, kur e kuptuat? Prit. Ai kuptuat para. Atë them unë gjë. Po ai Jo për zotri, ja ta sqaroj unë ty, shtetin elektoral. Unë zotri shkova në Vorë për ta përsëris. Dhe unë mora në telefon policinë. Po. Dhe nxora persona me president kriminal. Po e tham atë. Prit. I nxora, kërkova ti nxjerr për jashtë dhe e pat ju, ishte live. A e dini ju dhe me begjo të falsifikuar, a e dini ju që policia në vend që të shpalte ndjekje penale për kriminalët, më nxjerr mua për ndjekje penale. Që shkova kërkova. Gabim i madh.
Jo, po, ky është shteti, pra ky është shteti elektoral. Çfarë do të thotë? Supozojmë, Fal. që të gjitha gjërat që ti Të lutem. Administrata, po, edhe 30 sekonda dhe marrova. Administrata e gjitha ushtar partije, prit. A e dini ju, policia e gjitha ushtar partije, kështë shkuar drejtori policisë në Dibër, që gruaja ti ishte kushërira e kandidatit PS-s. E këshin marrë, këshin që para zgjedhjeve atje, vetëm këtë, prit. Policia, a e dini ju që 2 nëndrejtorët e shërbimit, e kam informacion të sigurt brenda shërbimit tonë, pse nuk them 2 nëndrejtorët e shërbimit informativ, kanë nxjerrë listën e gjithë bashkëpunëtorëve të shërbimit dhe kanë nxjerrë listën e gjithë bashkëpunëtorëve të sigurimit shtetit për t'i thirrur dhe për t'i detyruar të bëjnë patronazhim. Unë kam bërë debate pafund me drejtoreshin e shërbimit. Ajo ka qenë kundër. Kanë bërë debat, ajo ka kundërshtuar, por urdhri e pror ka bërë që ajo të hesht dhe këta 2 nëndrejtorët e kanë bërë këtë krim elektoral. E kuptoni ju kur skapi me partin, policia me partin, gjukata me partin, shiku me partin, administratë, zotri, zotri më falë, gjithi një shtet inkriminuar totalisht në funksion të rëmbimit të votës. Çfarë kërkon ti pas? Ky shtet, Flamur, u bë në datën 11 maj, apo ju e dinit më përpara? Më thuaj, jo po. Ne e dinim më përpara. E dinit. Po pa diskutim. Sepse, ja pse e dinit ju. Dhe kishim thënë. Sepse ju ytë në zgjedhje, duke ditur këtë shtet, ju ytë në zgjedhje pas një garanci, dhe pa ngritur alarmin për manipulim, e para. E dyta, Sali Berisha vazhdimisht thoshte se në 12 maj Rama nuk do t'jetë më kryeministër. Jo, kur e dinit. Ta thash përgjigjen u ty. A e dinit. Në fushat, çdo deklarat e kundërt me këtë që thoni ju, demoralizon votuesit dhe në fushat as i partit politik. Do me thënë që demoralizojnë votuesit. Por ama, ti do hysh atje dhe do hash pykën dhe do ikësh. Ta sqaroj unë? Po si sqarosh? Ja ta them unë. Ti ke hyrë për ta ngrënë. Ta them unë, dy gjëra. Jo zotëri. Kjo s'ka kuptim. Më fal. E para, Partia Demokratike sot e kësaj dite është duke vuajtur pasojat e bojkoteve të tmerrshme që kemi ndërmarrë ne. E them ne. Ta shenë tem. Prit. Jo. Se dikur ne kemi ndërmarrë bojkote të tmerrshme dhe ne sot e kësaj dite vuajmë ato pasojat. Prandaj ka një kuvend, ka një vendim të kuvendit kombëtar ylli që thot bojkot jo më. Ne jemi në përballje, ne do faktojmë dhe ja ku kemi faktuar. Edhe çfarë përballën ju? Ta them unë. Që ai thot në datën 12 nuk do të jetë kryeministër dhe tani thot lufta fillon tani. Zotria, ka çfarë do të them kjo? Jo, ta them unë. Po jam më shpjego. Mirë, më shpjego ti një gjë ti atë. Kurdo? Do të para se ta shpjegoj këtë. Më shpjego ti çfarë duhet bëj një opozit sipas teje në këto kushte. Unë nëse jam opozitë vërtetë, çfarë do bësh ti? Ngrihem me Hejzvar e marr përbythe e drama. Si merti? Kush je ti që merti? Unë. Si merti? Kundër kem popullin me vete. Si? Po ka ndodhur në shumë vende. Si? Ka ndodhur në shumë Hejzvar, po ke njerëz. Po ke njerëz. Si? Dhe po të kanë bërë këtë gjë. Si? Po të kanë bërë këtë gjë. Ti thua të bëjmë 11 janar të dytë. Si 11 janar? Po ashtu shkosh ta marrësh zyrë zvar. Jo, s'ka nevojë. Po ikën vetë ai. Ikën e drama, po ngritën njerëzit ti. Ikën e drama. Ikën e protestë në Bangladesh. Poli gjithë po ngritën njerëzit ti. Ju bëj një pyetje ju. Po bëj pyetje sa duhet. Bielorusi dhe në Bielorusi. Se nuk guxon kush të shkoj në Bielorusi mirë thash. Pse nuk guxon kush të shkoj të marr zvarr as Lukashenkon, as Putinin? Po ju zvarro, jo fuqi. Pritni. Sepse kjo që thoni ju është Lukashenko ne hoqi një zvarr më. Jo. E hoqi një popull, e hoqi zvarr. Ma gjeni diktator vërtet Lukashenko. Mos u gutni. A keni parë? Ky e di si ikën ky po të ngresh njerëzit ti. Prit. Ky nuk e gjen dot më. Ky futet në brim nuk e gjen dot po të kesh njerëzit ti. Po un kam frikë se s'ke njerëzit më Flamur. Se ti ke ngritur nga 300 njerëz, të kemi parë kur ke ngritur njerëzit, 300, 500, 600. Ase çan fare ky me katë. Leri njerëzit sa ka, fal. Mos u merr sa njerëz ka mund sa ke ti. Merru me një gjë. A u zhvillua në Shqipëri zgjedhje të lira dhe demokratike miku im? Po rrezoi Ramizalin më burr e mori me mas 50 vjetësh. Po ç'n si ka? Ka. Leri leja të pralla ju, ka. Tashi më thoni një gjë ju. Ti pret do thuash pas 50 vjetësh. Prit. Jo. Tani po ju bëj pyetje unë. Leri rrëzimi atij, rrëzimi këtij. Por e këtë një njerëz. Tashi ju bëj ju të dyve pyetje. Iku Fatosnanu a u zhvilluan në Shqipëri zgjedhje të lira dhe të ndeshme? Ka ngritur njerëzit. Jo, le këto pralla le. A u zhvilluan zgjedhje të lira të ndeshme? Po ti ke qenë aty më? Me 11 maj. Si që ka ka marr njerëzit, ka mbushur gjitha rrugët. Ore leri këto, leri. Dhe Fatosnanu ja ka mbath në O ylli, ja ka mbath strategjinë e reagimit time di unë, nuk e cakton ti, as ti gazetarët. Më thoni një gjë, ti më thuaj,
a ishin zgjedhje të lira dhe demokratike me 11 maj? Edhe ti Ergjys më thua, ishin zgjedhje të lira apo jo? Them unë valla, për mua nuk ka pas ndonjëherë këtu zgjedhje kështu të lira demokratike. Për rregull, kaq. Por problemi që ndron këtu mul, nëse ma lejon tash. Ke problem, po patjetër. Se ti thua u votën, ore po këtu kështu ka qenë gjithmonë, nuk është hera parë kjo. E para. E dyta, këtu në nivelin më të lartë që është inxhinieruar vota, këtu ka qenë viti 2021, në gjykimin tim. Dhe në vitin 2021, megjithëse u hodhën para për tërmeti, janë dhënë shtëpia në atë kohë, i ka dhënë shtëpi tjetri vetëm për të marrë votën familjarisht. Edhe për pandeminë, jo vetëm për tërmeti. Për pandeminë. Për të dyja. Gjitha. Dhe prap diferenca që patët ju me gjithë LSI-n kundër Ramës është 2%. Ku ju sot e keni 20% valla. Ju ngojnë 300.000 vota, tash dakord me ju voti ai. Po ai nuk ju ka vjedh 300.000 vota ju. Ai mund t'ju ketë vjedh, ku diun, 5.000, 50.000, 100.000, po 200.000 tjera ku i çuat. Tani më fal, diferenca juaj. Diferenca juaj ishte 30.000 vota. Ja futa edhe unë me nder kot që doj që zvar. Po doli populli në rrugë i gjithi. Po doli populli. Nuk ka nevojë më burr, nuk ka nevojë më ikën në Rama me vrap. Diferenca juaj. Tani hajde të na gënjeni ne, gënjemo. Po mos u gënjen gjë se unë mbaroj misionin Ergjys. Diferenca juaj në 2021 me Ramën, me gjithë nxjerimin e madh votës që bëra ishte 30.000 vota. Sot është 300.000. Keni 10 fishuar humbjen. Tani këtu duhet të jepi llogari ju duhet të jepi llogari. Shiko, dakord Rama i voti dhe sigurisht duhet bër hataja për të mbrojtur ato vota sepse demokracia tek vota mbahet. Por ju duhet jemi dhe llogari për humbjen tuaj, sepse keni pjesën tuaj të fajt që nuk fituat. Sepse ka dhe një gjë tjetër, me këtë logjikë që thua ti po i përcjellin mesazh shumë keq njerëz mo. Ti po thua që me Ramës fitohet kurrë. Pa diskutim nuk fitohet kurrë. Po atëherë çana mbetet ne, të marrim tikim gjithë. Ta them unë çfarë mbetet. Se i bie që ne kurrë ta them unë çfarë mbetet. Ajo që tha Ylli dhe nuk ka rrugë tjetër. Pse? Tani ti më thua mua. Shpjegoj këtë mo 300.000 vota. Po do ta shpjegoj. Ergjys, po. Të falenderoj për parantezën. Pse? Je i madh. Thua që ja po pranojmë 100.000, janë 150.000, por nuk janë 300.000. Ergjys, kur bëhet fjalë për farsë, aty shifrat i cakton vetë autokrati. Na të shpjego farsë. Autokrati. Po pse flamur? Po. Prit. Ta mbaroj unë. Ja t'ju shpjegoj farsën. Ergjys, mos u but. Ja të them edhe një fjalë. Baton, edhe ju vetëm leni 1 sekondë. Vetëm 1 sekondë Ergjys. Tani shiko. Tani shiko. A e mbani mend që ul ai në Vlorë edhe shkruaj 83. Tani më gjeni një lider politik në botë që i ka përcaktuar shifrën e në kokë të rëzua. Qëfar është? A i di ushtrin ka bo mekanizmin e gjithë farsës dhe ka përcaktuar. Këtu do të, më falë, këtu kaq do të blihen, kaq do shantazhohen dhe kaq do të jetërsohen me trenin bulgar. Edhe këtu kaq dhe eci. Kjo është pra caktuar. Farsa i pra cakton. Më falë, Edi Rama, po të donte në këtë sistem që jetojmë ne, mund të thoshte, a i shtremur, a i dhe tani është bërë pishman me këtë, sepse di që po i kthehet kundër, se a i mund të thoshte 95. Dhe ta garantoj unë që gjithë mekanizmi kriminali ti do nëzirë në 95. Shiko, atë bëj një prit. Tani kjo është e gjithë. U kuptua të shiko, u kuptua. Kjo është e gjithë. Një pyetje, pra, në fars, nuk ka lidhje plus kaq, minus kaq. Farsa është fars. Me logjik, sa ka inxhiruar ai, sa vota ka bler në 2021. Shtoj dhe 300.000 tani, dhe më thua ti mua që 500.000 shqiptarë, apo 400.000 shqiptarë shesin votën, kjo është vend që meriton e Verhoxhën që jo më Edi Ramën. Jo, zotri. Qëse 500.000 shqiptarë. Putinin dojë, mos ai ka vdekur, po meriton Putinin dojë. Po ta ringjallin prapë qëse zotri, ta them unë. Putini është ta them unë. Putini ato a e din ti që ne kemi kapur karta identiteti të hedhura në rrugë pasi kanë votuar. A e din ti sot? Po dakord, më nuk i mojnë këto. Po më përgjigje për që nuk i mojnë. Unë jam plotësisht dakord me ty. Po më lejo të thasë. Më lejo. Po jo se ndodhin, fenomenet ndodhin. Po problemi është që nuk është... Mik, Ergjys, po bëjmë banalitet. Sa karta në gjetur? Kërkoj ndjes, po bëjmë banalitet. Janë qindra i kemi gjetur, po s'ka rëndësi. Po të fjalë për 500.000 vota pra? Ti mendon si të gjej 500.000 karta? Prit, Ergjys. Tani, një fenomen ishte blerja kartave. Ja po të tregoj një rast. Kryetari i Partisë Demokratike Selenicë, Leonard Rakipaj, e marrë në telefon se edhe i them për një fis, që unë i njofë personalisht. Dhe janë 98 vota, apo 89 vota, si jam i sigurt. I them, Nard, si e, mirë, dolen, ata, se janë ekstremistë djathë. Jo, tha flamurës dolen. Tha mbori për shtypje. I thash, po si ka mundësi, tha do bisedoj nese, do të tem.
I Kuvajti bisedoj. Dhe më merë ndarë në telefon. Flamur tha takova finale, se s'do përmandemi, se i kam miqun, pavarësisht që ka ndodhë. Po, i them unë, më tha 10.000 euro në ka dhënë X deputet për të nejtë në shpi. Unë tha 10.000 euro si kam parë që u kam lindur. Ati në majtë fshatit të Lumit Vlorës. 10.000 euro për të nejtë gjithë shpi. Imagjino tash jenë paguar që të rri shpi. Ky fenomen një. Dhe janë paguar 500.000 njerëz nga 10.000 euro, thua ti tash. Që gabim ti, prit mos u ngut. Ky fenomen heq sa njerëz. Fenomeni i tren bulgar, sa të tjerë. Po dhe trenin bulgar. Ta mbaroj. Edhe tren bulgar me lek. A ta mbaroj mor zotri. Fenomeni i karteleve të drogës. Troplinët, hakmarrja për drejtësi, Suel Qela, banda e Gjabavve, prit mor zotri, se ka marrë, më fal, ma shpjegoj, prit, se këtu ndalin gjitha. Shiko të që është historia. Pra ti duke thënë mulçi. A e ke dëgjuar atë shprehjen, gur, bëhet mur? Ajo shifra që kërkon ti, gur, bëhet. Ky muri se bër muri kinez më gur. Po ja 300.000 vota diferencë. Prit mor, edhe 700 shkojnë, ta them unë gur. Dhe çfarë ndodh? Arkend Balla, unë e pas kam pas në parlament, nuk e kam njoftur. Më thanë që ka qenë një vit e gjysmë para se të mbaronte ky mandat. Ka qenë, unë se njof. Se kam para si fytyrë, i kërkoj ndjes, mund të jetë djalë shumë i mirë, nuk e njof. Por tash një njeri që nuk e njofim, 3 qekuj kolegëve të parlamentit, mori 25.000 vota, 5.000 vota më shumë se Rama. Më shumë se kryeministri që mori. A e kupton ti apo jo? Ma shpjegoj që këti kartelet, sepse duhet dish ti tjetër. Jo, do t'i përgjim gjitha. Jam do të tërgoj. Raste nuk tërgojnë në... Jam duke t'i tërgoj, jo, gjitha. Pra, çfarë ndodh? Sueli, Gjabaftët, me blend Gjabaftin, më falë, Hakmarja atje, Troplinët këtu, të gjitha bandat në Shqipëri, ju mendoni se keni fituar. A ta mbaroj, mërë zotri, ta mbaroj. 28 deputet sot në Republikën e Shqipërisë janë të zgjedhur me votat e krimit organizuar dhe të karteleve. 360.000 vota. 360.000 vota. Tani, mi gjej ti sa janë. 28 deputet. Tani, a e kupton ti, falë, që është njëra atje që ishë mësuar vetëm një vjersh që për të sulmuar gaz bardhin. Falë, ta mërë. Asë që tjetër, një askushi, u bo deputete, pse? Se kishte krimin mrapa. A e kuptoni ju, mërë zotri? 2% 2021. O, zotri, se ta themun pse. A ta themun pse. Ta themun pse. Sepse Rama... Jo, i përqenë kjo, në linjë që e futet ti, kjo është. I përqenë shumë. Kjo është, zotri. Shiko, ka një pyetje, o zotri, ka një pyetje shumë thjesht. Shiko sa thjesht. Kjo është e gjitha. Me këtë sistem, në qoftë se ky sistem do ishte ndryshe, do ishte 53% e Dramës, 0,53%, herë 120, Edi Rama do merte 73 deri në 74 deputet. Do merte Lapaj, për shembull Lapaj, në qoftë se do ishte vetëm në Vlorë, merte 9 deputet. Me aq vota sa mori. E me radhë të gjithë të tjerët. Pra, këtu, në qoftë se Flamur Noka na thot ne, sistemi që doktor Berisha dhe Edi Rama ka ndërtuar për të jetuar ca kohë njeri në krye, ca kohë tjetri. Tani ka rënë Edi Ramës t'i marrë gjithmonë. Po t'na tregoj këtë të vërtetë, ne themi faleminderit shumë Flamur, na e spjegove krimin që keni bërë vetë, bashkë me Edi Ramën, mbajeni dhe mërini tërë kohën në pushtet. Pra, me këtë formulë, ti zotri, 10 deputet ja ke dhënë ti Ramës. Para se shkojnë dhe formula, si vaj Edi Rama nga 28-53. Po pra. Po mundi vjetë, më 3%. Po të them, po jo 28, o zotri. Në 4 vjet arrestime, po sigurisht më. Skandale pa fund, si vajti. Po, sepse është edhe një pjesë tjetër që ti s'do ta diskutosh me. Që përpara ka një pjesë që ka vdekur. I deli vdekur i përpara. Përveç vjedhjeve që bën Rama, e gjitha... Deli investoj vetë, pra. Deli vdekur i përpara... Kjo është diferenca nga 2021. Nga 2021. A i investoj që ta shkatron të Partinë Demokratike. Po legjitime. Partia Demokratike dhe opozita... Rama shkatroj për dënë. Ku ka hyrë Partia Demokratike? Në shkatruat dhe u tjetër. Jo, më sungut. Rama ju fëtë luftë. Më sungut, po. I ketë gjithë lidhe në burg. Njeri që është avokati Saliut edhe njeri rëndësishëm në parti, sot kishte bërë status që thoshte do t'i rajmë tani këta që do dalin,
deputetet që këti aty Ylli. ke zgjedhur, Por, do t'i rajmë fizikisht. Ylli, Do janë ndjesi pas zgjedhjeve tani. Jo, ti Ylli e din shumë mirë konsideratën që kam unë për ty dhe marrëdhënien miqësore të vjetër tonë. Shumë e kemi për. Por kjo nuk do thotë- mos deformo të vërtetën. Një avokat, qytetare, kush do qoftë, më fal, ka drejt të shpreh çdo do, por një politikan jo. Nuk mund shpreh çdo do. Mos e ngatroj gjërat. Pra ishin në si. Flamur, kaq. Me folë se u Po, baton. A është si PD, si rësi. 21-25 minuta. Kushantari kryesi. Jo, që Po s'ka, prit, jo, s'është. Prit, mos e pëllësej. Ka Flamur, drejtën opinionin e tij personal. Po, baton. me gjitha të një gjendje, duhet të analizojmë. Kur flasim, besoj që farsa elektorale në modelet në botë ka disa parakushte. Kur e merë këtë epitet. Farsa elektorale, dhe me thënë, tregon se zgjedhjet janë të paracaktura, e the ato. Pastaj, duken se janë të pavlefshme, të vlefshme, po janë të pavlefshme, janë të manipulura mrenda sistemit, janë të korruptura mrenda sistemit, dhe janë zgjedhje pa konkurrencë. Këtu janë pikat që e bëjnë në një farë mënyrë farsën elektorale. Qartë. E tash. Mbi këto 5 pika, duke i shtu edhe tregun e votës, edhe po themi edhe ato një shoqëri e pagatshme për ta ndryshuar. Jo, këtë mos e thuj. Jo, e ke thonë. Krimin organizuar. Ja, e ke thonë vetë. Të me thonë, si është e mundur, atë ditë kur ke qenë nervoz, si është e mundur që kjo shoqëri një sistem të korruptuar e voton. Po se kam thënë kurrë këtë. Po. Jo. Dhe ke thënë të vërtet mirë. Ma gjeni. Po të e voton, do pranon. Jo. Ma gjeni. Po të e voton, do pranon dhe i ka Baton. zgjedhje. Kur unë nga goja ime nuk kam nxjerrë një artikulim. normalisht i ke të ditë thonë- as të prafër. Momenti që thot fash, do. Jo. Voton shoqëria, ai e merr. Kur nga goja ime një forca elektorale çfarë? Më fal. Forca. Ditën që unë artikuloj një gjë tillë, unë duhet të ik nga politika. Jo. Se kam artikulu kur. Haroje. Na ke Pra qëndrime unë politike. jo. Do mëre se dhe populli Jo. s'ke merak pra. Ka Kur bën populli shumë nuk shpesh. mund t'i drejtoj gishtin, përsa ku jam politikan, kur s'mund të drejtoj gishtin popullit. Atëherë, farsa... Ta se kam bërë atë. Flamur, farsa, kur flasim për farsën, atëherë kemi të bëjmë me një shoqëri të korruptuar, një shoqëri pa ndërgjegje dhe një shoqëri ku mediat janë qeverisë dhe nuk ka mendim të lirë. Paka shumë farsa e në këtë analizë. Po. Dhe këto epitete janë të shumë të rënda, Flamur. Po. Pra arsye se nuk mundet një koncept politik që udhëheq mi pas të gjitha këto të meta dhe ju si opozit mos me po asnjë gjë për të ndërtuar një opozitarizëm të fortë. Ose, nëse ka gjithë këto karakteristika, si është e mundur që s'keni arritur t'i bindni njerëzit që të votojnë kundër këtij koncepti qeverisës. Kjo është, dhe me thënë, po ta përmendi shembullin. Une kam dalë publikisht kundër teje, kur ka qenë demonstrata më dinitoze e Partisë Demokratike mbasi Sali Berisha kthehet në krye, dhe ti e ke pas një fjalim i cili për mu ka qenë shokus. I pa pregaditun, me emocione, e tjera, besoj që e din qëndrimin tem që akum pas për atë fjalim. Dhe një politikan nuk e bën Nuk e atë. di, po ma thuj se unë nuk e di. Jo, një politikan nuk e bën atë fjalim. Dhe unë për çdo fjalim që kam bërë nuk të riqe mas i presje. Jo, Pavarësisht- ka thonë mos e bëj kur më atë Jam politikan, I keni pas... përfshi emocionet e mia, por kur nuk të riqem nga fjalimit që kam thënë. Jo, mirë. Nga çdo fjalë që kam thënë në historinë e jetës time politike, unë nuk të riqem. Ma mirë të kisha thonë tërhiqu se s'po du me... Jo, Në rregull, vazhdo. ma cito se unë ta mbroj, Hajde, po. Po, unë po flas që gjithë Çfarë? fjalimin që e ke bërë mas asaj demonstrate. Tash, po nalem të disa gjëra të cilat janë shenja që këto epitete nuk qëndrojnë. Unë përgjithsisht në fjalime nuk rrit Na, përgatitem, jo, unë jam spontan në çdo fjalim tim. Flamur, të marr... Jam politikanët e do të Vetëm përshtatem në çdo disa situatë. çështje. Unë e di që Partia Demokratike e ka bërë një betej për lider. Dhe e kam thënë publikisht që i dur trokas një njeriu që e ka kthy veten në leadership. Ai me gjithë Jo, rregulloj pak nga se më lejon, e shpëtoj Partinë Demokratike. dhe po e shikove nga këndi politik ose nga një analizë politike.
E vetëmi fituesi këtyre zgjedhjeve është një njeri, është Sali Berisha. Nuk është as Edi Rama, as Partia Socialiste, por humbsi i madh është Partia Demokratike. Po deshe ta analizoj pa asnjë problem. Jo ta analizoj edhe unë ty. Se nuk do jym tek. Jo. Dhe ku janë problemet e juja? Unë e kuptoj që ju e keni pas një betejë 3 vjeçare për rithemelimin dhe ridizajnimin e Partisë Demokratike. Dhe keni pas shumë pak kohë që të organizoheni në zgjedhje dhe me një lider të stërvjetruar. Dhe unë e kuptoj këto. E dyta, për shkak të shpejtësisë të ndërtimit të një betejë elektorale, ju keni pranuar gjithçka. Unë e kam pas një debat edhe përsërisi gjithherë, se ka fajnë në Ertë Bylikbashi, po e ka fajnë Sali Berisha që keni pranu zgjedhje me diasporën. Kur ju keni qenë një betejë të mbrëmshme dhe s'keni pas kohas mu taku e lema më ndërtu koncept elektoral. Tjetër, lista e mbyllur. Lista e mbyllur ju ka shkaktu shumë probleme. Dhe unë po thëmë, Fjeri, Tirana, Durrësi, Korça kanë reagu seriozisht në vota. Në vota. Dhe unë me statistikë të marrë ku është gabu. Dhe për mos me zgjatë ma shumë, po e flasë edhe primaret. Primaret kanë qenë shqetësuese. S'keni qenë të gatshëm mas gjithë asaj beteje të ndërtoni një rrëfim politik dinitos. Dhe të gjitha këto faktor e kanë bërë që Partia Demokratike të dobësohet, për arsye se e keni pas një qëllim. Me ja kthy dinitetin liderit historik të juaj, që është legjitime. Por kur ja kthen dinitetin liderit historik për shkak të asaj që ka ndodhur në non grata, atëherë nuk ke kohë edhe me ndërtu koncept elektoral. Dhe ajo që është me e keqja, ma e rënda, e keni marrë një njeri katastrofal, i cili i ka dëmtu zgjedhjet në mënyrë katastrofike njeriu nga Amerika, i cili nuk ka dhënë as kurs politik, nuk ka dhënë as ide politike, nuk ka dhënë as slogan politik. Do shtë s'ka qenë fara i baton. Po, problemi tyne është, problemi tyne. Dhe ai realisht e ka ndalë frymen e Partisë Demokratike, e cila ka qenë frymë opozitare. Për arsye se e ka vendos në tavolin shpresën e pamundur në flamur. E shpresa e pamundur është që Trumpi do vjen edhe do fiton zgjedhjet. Këtu kanë qenë Antonin të fillon bisedë. Prit, Antonit do t'i kërkoj unë ndjes tash sepse ai ka gjysmëror drejtohet mua, zoti Axhi. Ka gjysmëror që më drejtohet mua, tash do t'i kthej. Unë kum fol 7 minuta. 45 kum dëgju ty. Mirë. Tani, ju përgjigj të gjitha këtyre. Gjithave 1 për 1. Po, tash Baton. E para. Po këtyre që tha, ë? Po gjitha që. E para, Baton. Dakor. E kuptoj kjo që sapo nisët ju, ky diskursi juaj është avokatia nën rrogoz e më e mirë e farsës. Për Edi Ramën, po. Dhe e autokracisë. Është avokatia më e mirë. Është shumë fine, është e palexueshme për qytetarin e thjeshtë, Por që dini ta lexoni vetëm ju. Prit. Por është e tërësisht e sofistikuar si avokati, dhe unë të përgëzoj për avokatin që i bëre. Tani e dyta. Ku kam gabu? Do ta them. Do ta them. E dyta. Prit. Ju thatë që shoqëri, një farsa do të thotë shoqëri e korruptuar. Baton. Ti thash, një shoqëri e korruptuar, një shoqëri pa ndërgjegje. Po pa ndërgjegje. Media që janë brenda qeverisë. Prit, edhe mediat e pushtetit. Tashi do të sqaroj unë gjë. Shoqëri e korruptuar jo, por pushtet tërësisht i korruptuar dhe inkriminuar. Mediat e pushtetit, po, nuk e themi vetëm ne, se kemi thënë. Raporti i OSBE Odirit drejton gishtin tek mediat e pushtetit, të cilat u bën altoparlantë të regjimit dhe kufizuan të drejtën e informimit të qytetarëve. Për shembull, të gjitha mediat e regjimit. Jo, ta thuash. Ta them unë? Po jo, si thoni asnjë. Ta sqaroj unë ty? Ta them unë. Duke nisur nga kjo media ku jemi këtu, duke vazhduar tek prit. Po, duke vazhduar tek Top Inceneratori, 2,
duke shkuar tek klani i Edi Ramës. 3. Duke shkuar tek RTV-ja numër 2 që është TV shqiptar. Duke shkuar tek vizion, të gjitha, do me thënë, përjashtohen, mund përjashtojmë 2-3 media të cilat që nuk kanë qenë radikalisht të pozicionuara pra qeverisë, siç është TV Syri, TV News 24 dhe TV Ora, të tjerët në rjesht kush e kush për t'i bërë lëpirje nga mëngjesin dark Edi Ramës. Ta mbaroj. Këtë nuk e them unë. E thot raporti i OSBE Odirit. Fal, A2-shi, a ke pa një A2-shi e nën? Fal. Ai është Carlo Bolino numër 2. A ke pa një Euronews? Carlo Bolino numër 3. Mediat Vari Carlo janë bërë ato. Televizioni i madh kombëtar. Po flas për këto janë. Media Vari Carlo. Po, media Vari Carlo janë bërë ata. Pra të gjitha këto janë shndërruar të gjithë në media Vari Carlo të gjitha bashk për të shërbyer Edi Ramës. A e kupton ti? Ja të gjitha. Po këto kur ishin Vari Carlo në përgjithësi pushtet. Jo, s'kan qenë këto. Ua, televizion klan? Të vrisi ati? Tash. Prezidentin e kanë. Prit. Nalu te mediat. Ta mbaroj. Ta vazhdosh ti aty pastaj. Po, ta vazhdoj. Po. Dhe nuk e them unë, nuk e thot opozita, e thot raporti i OSBE Odirit. Në rregull. Dhe raporti i OSBE Odirit thot zgjedhja në kushtet pa barabarta. Pra, në një proces zgjedhor që nuk ka kushtet barabarta, nuk mund të quhet kur i lirë dhe demokratik. Raporti i OSBE Odirit flet për krimin organizuar, për kartelet. Raporti i OSBE Odirit flet edhe për shtetin elektoral, për administratën, presionin. A e dini ju se edhe punojnësve në privat ku është bërë shantazh për të deklaruar votën? Po ja, pra kjo është. Tani, Flamur, nalu te mediat. Ata që merren me strategji e bojnë një gjë. I refuzojnë mediat e pushtetit. Dhe gjithë ato burra që jeni ju në politik, ju koketoni me mediat e pushtetit dhe pastaj ankoheni për tyre. Shkoni në ditën e fundit, lideri ju me dhonë intervist, ju përgjigjet, a po a? Sigurisht mo. Po a? Po pse nuk thoni që unë e vi në mediat? Por gishtin do të drejtoj. Po. Unë do shkoj kudo, si që viktu, ja ku e kam. E shef ti këtë burri tu? Dhe e kam mik prej 30 vite shumë. Mirë. Se këtë, më shumë 30 vite. Por nuk më kuvizon që në media të cilin punon ky, të them që kam bajt anë e regjimi. Po mund të them unë ka kam bajtur për shumë. Qure, mund të pyetje jashtë. Media këtu. Shumë e thjesht. Çfarë kam bajtur anë e media? Media është në shëndrim. Nuk e them unë këtë. E thotë OSBE Odiri. Tani të them, jo një detaj. Tash ti kthem edhe se a ti kthem përgjigje Batonit. Pastaj do të them bashkë. Po jo po se tani. Dhe Batoni thot për median ku jam. Batoni thot nuk e kupton. Edhe ku po vin ta të thonë çfarë duan. Një sekond. Dhe unë që të njoh herët e di se sa kupton ti. Problemi qëndron. A e kupton Baton që në Shqipëri nuk ka patur zgjedhje që merresh me analizu opozitën ti? Nuk ka patur. Ka patur zgjedhje si të gjithë zgjedhjet e tjera. Dhe fajin mundosh, jo lista, harroje, harroje. Zgjedhja një lloj. Prit, në një fars është gjëja më e thjeshtë të sulmosh viktimën. Ku sulmova? Por ju këtu dhe në çdo ekran. Prit, se fajin të viktima e le. Jo, më nuk jeni aq viktimi ju, jo. Sepse edhe te Ju jeni më në rregull, më mirë se arriteni një. Si vita është. Arriteni. Jeni rehat shumë. Si vita është. Si që keni viktimi ju. Prit mos u kut. Ku janë Baton, ku janë viktim tam? Ku janë viktim tam? Po ju jeni më rehat nga e drama. Bësh një analizë të farsës që thuash, o zotri, është sot pas 11 majit. Ky ekran, kjo tavolinë ku jemi ne, dhe çdo tavolinë mediatike po të ishin të pavarura, do ulërisnin dhe do shkundin tavolinën, duke thënë nuk ka zgjedhje, nuk ka votë, ulërim në këtu që pse fitoi zgjedhjet e Zamuri. Janë blerë, janë tjetërsuar, jo, asnjëri për jush nuk është këtu, fani, për të shqetësuar për të thënë, ore, Shqipëria ka rrezik demokracia. Në Shqipëri vota lirë është azhisuar. Tani të mbledhemi ne, të themi janë azhisuar të gjitha, por Flamuri sa do fitoj. Jo, zotri. Jo, zotri. Edhe sot që jeni këtu, jeni duke i bërë avokatin autokratit Edi Rama. Dhe po i bën avokatin farsë. Ai ka marrë të Kjo gjithonte. është e gjitha. Kjo është Baton. Nëse akuzën, të nalim të akuza. Po tha që po i bëni avokatin e autokratit Edi Rama.
Po, edhe të farsës. Jo, edhe të farsës. Edhe të shkatrimit të zgjedhjeve në Shqipëri. Edhe të farsës dhe shkatrimit të zgjedhjeve. Sigurisht. Disa epitetet të cilat janë, e tash, unë po mundohem, aty nuk e kam dikant Partisë Socialiste. S'të vinë kur. Po t'je dikush i Partisë Socialiste... S'kanë për tarë, bato. A di pse s'vinë? Ishe Klosi këtu... S'kanë që a thonë. Erën e kaluar ishe Klosi. Ata vinë vetëm kur ka monolog. Edi Rama ka ardhë për monolog. Dë vinë debatët. Edi Rama ka ardhë këtu. Monolog. Monolog. Sali Berisha se as monolog. Monolog. As monolog nuk e. Monolog. Po Saliu nuk erdi monolog. Vjen vetëm ti. Monolog. Po dëgjoj mua. Jaftoj edhe unë. Bledi Klosi ishte partije. Jaftoj, vazhdo. Dhe nuk i lanë gjë pa thënë. Bushati ja numëroi 1, 2, 3, 4, 5. Këto që numëron ti tani, pjesën ndërmuese. Batoni ja numëroi. Jo, si ishte Batoni. Po s'jam unë, kur më letë më ftojnë. E tash unë tash du me thënë ç'a është manipulimi. Po, në gazetarë të tjerë sepse unë nuk kontres gazetarë. Falë, s'kam drejtë ndryshë. Do ti. Konfidencialisht. Pastaj zbehet Ta emision. bëj këtë bisedë, s'kam drejtë. Falë. Tani një gjë Baton, për ky televizion, ku ju ka goditur ju se ti më bëre mua të njëjtën gjë që më bëri Lulbasha 4 vjet më parë. Ky tha është televizion i Olsi Ramës. Mirë, po unë nuk e kisha dëgjuar. Dhe shkoj në shtëpi dhe më thonë të tha kështu. Se Luli, unë gabimi im pak që dëgjoj 5% atë tot. Viktimat e para mas zgjedhjeve janë media gjithmonë. Mos u merr akos për atë punë. Çfarë ke ndier ti këtu nga ky televizion? Çka ke kuptuar? Me që unë punoj këtu tani se është fyerje edhe për mua. Jo. Mos u merr me atë punë. Po çfarë për shemb? Çka ke ndier? Mos u merr me atë. Ky është televizioni i një djali të cilin ju babajnë e tij e keni pasur kryeministër. Po di. Gjithkohës, Absolutisht. deri në vitin 1997, Meksi ka qenë kryeministri juaj. Njëri që s'del fare tani. Jam lutur unë të vi, nuk do të bëni një avokati, se ai se çan fare me nder. Babaj. Edhe Ilir Osmani kemi pas vend kryeministër. Mos më tregosh çfarë kemi pas. Po pra. Po pse ne ja u zgjodhëm ju, Ilir Osmani ishte kryeministër. Mos më hyj në këtë histori. Po ne ja u zgjodhëm. Edhe Ishte aktiv. po pra, edhe drejtori nuk çfarë ju ka kemi bërë? patur. Unë flas ekranit, çfarë kanë pasqyruar. Po çfarë kanë bërë më? Në raport Se këtu ka ardhur kanë thënë çka kanë dashur. Referuar raportit të SBO-dirit. Kaq. Jo thjesht nuk është raporti për të i SBO-dirit. Sali Berisha ka qenë 11 herë në opinion për 2 vite. I bie që çdo 2 muaj ka dhënë një intervistë. Flamur. Por po nalim me qenë se ma bëre pyetjen direkte. Çka mendoj për zgjedhjet? Po mos thuaje. Se ne di mendimin e njëri tjetrit, po presim tani nëse... Jo, du ta di qytetarë çfarë mendon Batoni për zgjedhjet. Ja, një sekond. Po edhe unë e di që mendon Batoni, sepse... Po jo, unë e di s'ka rëndësi. Du ta di po e ka thënë publikut Batoni. Por kemi një gjë shumë thjeshtë. Nëse këto zgjedhje nuk certifikohen atë gjithë, certifikohen me probleme të mëdha, ne do na dëgjosh ti që do përtasim shumë. Ti je i sigurt për këtë punë? Po ju do të përtisi para se thuhet që ke vendosur ti? Jo, se i përjetuat. Mos prisi nga ata që i pan, ndryshe nga ju që i përjetuat. Ne shqetësohemi ndryshe nga ty mul, jo vetëm, por shqetësohemi edhe pse i humbet. Dhe ky shqetësim nuk është shqetësim në funksion të Ramës. Farsa nuk ka humbje dhe fitore. Farsa është farsë, miku im. Partia Demokratike nuk po reflekton miku im dhe po kalon nga humbje. Farsa është farsë. Ynë Antoni, të lutem. Në rast se do ishin bërë zgjedhje lira, do të pranoj. Akon në farsa është farsë. Ja Flamur, të lutem. Po zgjatëm shumë se unë mendoj që zgjedhjet nuk ishin zgjedhje. Kështu që nuk do përsëris çfarë tha Flamuri. Po, të gjetë atë. Ajo që duhet të them. Një lloj po pjesa tjetër është. Pjesa që kanë humbur këta. Është që ne kemi pas zotin Noka këtu disa herë. Kemi pasur kur dorën për të bërë një mosbindje civile, e kemi pyetur për mosbindjen civile deri ku do shkojë. Kur thanë që duhet qeveri teknike se me Ramën nuk hyet në zgjedhje, i thamë që do e bëni? Do e bëni, mos i krijoni iluzione njerëzve kot. Kjo është bëni. Kemi pasur para zgjedhje dhe thamë që zgjedhjet janë formalitet, sepse rezultati është i paravendosur. Thanë jo, ne do fitojmë. Dhe ju e transmetuat aty. Neve, me bazën e njohurive që kemi ne, paktën unë dhe 2-3 kolegë mitë, në bazën e njohurive që kemi pasur një qëndrim që zgjedhja me Edi Ramën nuk ka. Rezultati është i paravendosur. Ata që ne bindën shqiptarët që ka zgjedhje me Edi Ramën dhe mundet Edi Rama, janë këta. Dhe tani në akuzojnë ne që po mbrojmë Edi Ramën. Jo, nuk po mbrojmë Edi Ramën. Edi Rama nuk bëri zgjedhje. Përgjegjësia juaj nuk është se hyrë në zgjedhje, përgjegjësia juaj ishte se juve e para u përfshit në një sistem të cilin e shani, siç bëni me Mehmeti Sabatoni. Edhe i shani, edhe shkoni. Ndërsa kryeministri i Kosovës, Albin Kurti,
i bojkotoj. Tha, këto janë mediat e oligarkëve, janë kundër meje, unë nuk do shkoj te këto, se fare për fushat. Dhe fitoj. Dhe fitoj zgjedhje. Do fitoj bindshëm. Apo jo. Nësa ju e thoni, këto janë Ramës, dhe shkoni parët e ty, sa ju ftojnë. Ju thoni zgjedhjes bën me Tiranën, dhe shkoni prapë parë si qapi të kasapi, sa e bën zgjedhje. Dhe kur unë bisin e vini fajnë mediave. Kush është fasada demokratike këtu? Një nga shkaktarët. Është media apo është opozita? Këtu është problemi. Se këtu duket sikur vetëm ju s'keni faj më. Nëse ka forcë, Kam faj po Problemi nëse është ka bazë të forcës në zgjedhore, kur është nuk ka Partia faj. Demokratike. Bazë e forcës. Agresori ka faj. Në çdo lloj fal, në çdo lloj fushe. Partia Në Demokratike- politik, në polici, Partia në ushtri, Demokratike- kudo. Agresori është Partia fajtor. Demokratike nuk është për qarë dhe për çfarë tjetër. Partia Demokratike është për Agresori Këtë është rrugë, fajtori. Kur vritet një kriminal i madh, thua ti... Jo, agresori është fajtori. Gjithkund agresori. Dhe ju nuk merrni fare me agresori. Mos e ngatro me viktimë. Tani lere batonin, se nuk e lat batonin. Jo, të nuk e sqaroj lem, sepse... Opinioni i tij për këto zgjedhje. Ti thua unë shkova të ndeshën, të fitoj kundër ku diun Gys. Partizanit, më rrahu ai, po unë jam Gys. viktim, kështu nuk e kam fajin, Jo, kam Gys, fajin. jo, nuk më rrahu. Po ju ma i po, bëri ile. jo, nuk më rrahu. Ti luhet e dobët. Gys, Shiko, jo, ti rrahu Gys, 7-0 zotri. Jo, më Gys. Tani, a ke ndonjë fajti për mirë ai një gol ta bëri offside ai? Po 6 tjerë vëlla, a ke ndonjë fajti për këtë? Gys. Ky është pyetja më burrë. Unë dhe ti nuk dim shumë nga futbolli. As ti as unë. Jo, ne jemi Po, shikues, kështu që nuk, trajner, po. por pra dua të them që kjo betejë elektorale nuk ka lidhje me futbollin, me numër golash, sipas gjykimit ton. Farsa është farsë. Po ta thash në fillim, sa në farsë autokracia, Putini, Edi Rama, sa i teket. Erdogani, cakton. E lëm se dalim. Kjo është. Dalim për Kështu që mos hym në atë histori. Sali Berisha ka bërë një nen në statut, neni 46, që thot humbja e zgjedhjeve automatikisht e shkarkon nga detyra. Jeni duke shkelur statutin që e mbani kryetari? Jo, sepse nuk janë humbur zgjedhjet, sepse në farsë nuk kishte zgjedhje. Te i fituat ju zgjedhjet? O, Ergys, dëgjon? A ka humbur zgjedhjet ose? Ergys, nuk janë humbur. Nuk kishte zgjedhje, ishin farsë. Neni nuk- Më falë ta mëroj. Të bëhen zgjedhje të lira, të bëhen zgjedhje demokratike, dhe ditë që humbim ne, një Sali Berisha i pari, unë i dyti, dhe gjithë me radhë, japim dorëheqje, po që se ne marim humbje. Por, për sa kohë nuk ka zgjedhje, po ka farsa, harroj këto gjëra. Ka do të thënë ai neni është kot. Ai është për zgjedhje, Ju Ergys. mund thoni për çdo zgjedhje. Ergys, jo, ai është për zgjedhje. duhet Dhe, një ndërgimi, kështu i më fal, prit, tjetër gjë, procedurat. Ai është, Ergys, ai keni ure, ju e dim, ti e di mirë shumë, se edhe Batoni, pas këtu, Ylli dhe Antoni. Pse Maqedonia e Veriut vendosi në kushtetut qeverinë teknike? Sepse pat jo probleme si tona, të harrojeni. Mirë se Pat 1/4 Dakor. e problemeve tona që rënduan procese zgjedhore Berisha- dhe mori vendim. Berisha- Kjo është zgjidhje. kur Berisha Fal. Fal po Ta sqaroj, se duke pas qeveri teknike, nuk guxon ai Bëri patronazhisti. pyetje tjetër flamur. Se s'ka garanci Ramën. Nuk guxojnë bandat, se s'ka garanci Ramën. Nuk guxon policia. jo, Kthehet detachment elektoral. Të bëri pyetje, Nuk guxon të bëri shërbim pyetje informativ. tjetër, ti dhe përgjigje Jo, tjetër. pra kjo është. Nëse, shiko, minutat që na kanë mbetur, a ka mundësi t'ju përgjigjemi flamurit në përgjigjet pyetjeve që bën dhe jo Bëj pyetjet. Jo, jo, pyetja është kjo, në Po. pra, kur automatikisht vendos ky nen, bie Sali Berisha. vendos duke ditur që Rama i vjet zgjedhjet. Po. Pra, ju nuk ishit se dinit të gjë. E dinit. Dhe vendosët këtë për të treguar demokratëve që unë e kam seriozisht, domethënë që unë këto zgjedhje Po. nuk do i marr sido që të jetë. Dhe nuk i morë valla. Ergys. Dhe nuk ikën. Tani më falë, valla, si ta shpjegoj Ta sqaroj unë. sepse më falë dhe një gjë. Tani shqiptarët, si ju tashmë keni betejë për votën e lirë. Vot në lirë, po. Tani Ajo është. shqiptarët nuk vinë ty mbrapa për të bërë protesta për votën e lirë, kur ti nuk mban përgjegjësi dhe nuk respekton statutin Po, tonë. ta them unë Ergys. Sepse është e njëjta gjë përsëritur. Ta Ti nuk i them- respektove statutin ta e them unë. primaret, ti nuk po Jo e respektove. kam respektuar gjithkund, po më dëgjoj mu tani. Më dëgjoj një sekond. Statuti i Ergys është kushtetut për një parti. Pikërisht po. Një shtet, kur harton kushtetutën, nuk merr parasysh kur dhe nuk perifrazon në kushtetut rastet e luftës apo të situatave kur është nën sulm, nën agresion. Pse se Ta mbaroj. pse se sankcionohet? Ta mbaroj. Kur ka farsë- ta mbaroj, ta mbaroj. Jo, s'ka nevojë, nuk sankcionohet po të I them. bie ti shkel. Ergys, më dëgjoj mua tani se nuk po s'po të them. Kur ndodh një shtet, si Ukraina për shembull, që është nën agresion, lidhet dhe bëhen amendime të kushtetutës. Pra,
Në rastet e agresionit, për shtatit që... Ta mbaroj. Po jo se po I bie larg kot. Po jo më jap të thonë thelbin zotri, a deshe me... Pse u vu kënën? O zotri, ta thash, ky ne u vu, sepse ne presupozojmë që jemi vend demokratik dhe duhet bëhen zgjedhje të lira. Po për lulin mo, zotri. Ti ke 12 vjet që thua është autokraci. Po s'ka rëndësi, unë ligjërisht presupozoj që luftoj për demokraci, zotri. Luftoj për demokraci dhe ka thënë nene demokratike. Dhe kur ditë që të ketë zgjedhje të lira, hajde për llogari. Për sa kohë ka farsë, kërkoj llogaria atë që bëri farsën. Ky nen u vu për të treguar demokratët Ergys, unë nuk e kuptoj, 4 vjet dhe kam Ergys, të tyr. I dashur Ergys. Shiko, unë e kuptoj. Rama, më dëgjoj tani. Rama, pasi e shpalli non grata me Konigalin, George Sorosin, Blinken dhe Kimetin, pasi tentoj edhe ta burgos me Ramën në gjithë bashkë, të lutem, pasi tentoj edhe ta burgos, të lutem, edhe ta burgos dhe nuk ja doli, pasi tentoj I mori partinë dhe s'ja doli, tani ka gjeti zgjidhje, mendon se ka gjeti zgjidhje të emërojmë opozitën që duam. Si do emërojmë opozitën që duam, se I rëshqitin fushat që e tha, hajde të heqim Saliun. Saliu ik me vot, nuk ik Saliu, se që të marrë Rama opozitën në kontrol. Saliun e heq statutin. I dashur mik, ta dishti, thot që po opozitën që do Edi Rama nuk do ta ketë dhe kalojmë pikë tjetër. Unë nuk do opozitën që do Edi Rama. Pikë tjetër. Vazhdojmë pikën tjetër. Të reformuar një opozitë të Sali Berisha, zoti Noka, del çdo ditë dhe jep paraqet prova për manipulimin. Ja të ndjekim çka ka thënë sot. Në farsën elektorale të 11 maj 2025, kreu I organizacë kriminale të narkoshtetit shqiptare Edi Rama përdori të gjitha mjetet ndër të cilat licencat për mbjelljen në kundërshtim flagrant me ligjin dhe të gjitha konventat ndërkombëtare të 29.300 hektarëve drog. Ligji miratur nga qeveria lejon autorizon mbjelljen e 200 hektarëve në mbar vendin, por me vitin elektoral kjo sipërfaqe u shumë fishua 10 herë, 100 herë, janë përcaktuar të mbillen të paktën 1.200.000 rrënjë kanabis, sa kur në njërën histori. Kjo është katastrofa me madhe dhe me këte akt Edi Rama nga veriu në jug linjan prendim bleu qindra mijëra vota. Ky vendim dhe kjo praktik, sikur të mos kishte asnjë faktor tjetër, kanabizon totalisht farsën elektorale. To zgjedhje kur nuk mund të njihen. Pra, Berisha thotë që Rama ka dhënë licenca për kanabis mjekësor dhe do mbillen 1 miliard rënjë. Si lidhet kjo me manipulimin e zgjedhjeve? Si shërben kjo si provë? Po këtë, jo përgjigje tjetër. Këtë pak do ta shtjelloj. Si do, 1 miliard rënjë. 1 miliard. Një rënjë I dashur ylli prodhon 1.000 euro. Po nuk janë mbjellë këto? Do mbillet. Do mbillen. Prit, për janë premtime. Për zgjedhje tjera ke fjalën? Prit, jo, prit mos u ngut. Po. Çdo njëri prej atyre që ka marrë licencën patronazhon me premtimin e dhënies mbjelljes X njerëz aty në terren. Pra, do një licencë. Mera I Po, sikundërse ylli VKM-ja që ishte për 780.000 pensionistë 100 euro, është absolutisht blerje vote. Me 100 euro është blerje vota, me ligj, me vendim qeverie. Sikundërse VKM-ja për faljen e gjobave, është automatikisht blerje vote me vendim qeverie. Tani më thoni, ka faj Sali Berisha këtu? Jo ma thoni ju, a ka faj Sali, a ka që bën Partia Demokratike dhe Sali Berisha kësaj? Janë 3 akte që merë qeveria për të blejë votat. 780.000 pensionistë. Janë 150 apo 180.000 gjoba që falen 180.000 persona dhe po. Bëra pyetje për këtë. Këto pra janë. Të gjitha bashkë. Si shërben kjo si provë tani? Ta them unë. Kjo që tani. Ata banalizoj që ta thjeshtohet. Banalizoj që ta kuptojmë. Unë marr licencë për këtë zonë. Për ashash. Unë çfarë bëj? Entonit I them Enton, ti do të mbjellësh 5.000 rënjë. Po. Nga këto 4.000 më duhen mu për llogarit shtet, 1.000 I ke ti. Yllit dhe ashtu, batonit ashtu, Ergysit ashtu, tjetit.
dhe ju caktoj që t'u jap drejtën, do ju caktoj vota, sepse mua më është caktuar shifra e votës kur më është dhënë licenca. Kaq vota duam prej teje. Njëtë gjë është dhënë X-it, tjetër gjë Y-it, dhe ky mekanizëm shkon e gjitha. A e kupton ti 1 miliard rënj nga 1.000 vota sa shkojnë ylli? Bëni shifrën ju. Nga 1.000 euro sa është 1.000 vota. Rënj. Jo, është propagandë, burr. Jo! Po Flamur. kjo është blerje baton. Atë kam një Kjo është blerje baton. problem dy, flamur për Ja fund, është se të s'flas trekur më. dhe Adriana Kalaja që nga lërgu. Si? Partia. Si, me Flamur- një sekund më burë dhe në. Çka? është treqja e Adriana Kalaja nga partia. Vazhdojmë se kemi Do të farsa pavion dhe tallja me demokratët, po ashtu. Tërhiqjet e Adriana Kalaja. Do rikthejmë të kontribuoj kur Berisha të riorganizoj nga e para pëdentët. Vazhdojmë diskutojmë Po zotëri, çështje madhore, zotëri. Ore kështu ka ikur njëri rëndësishëm nga partia. Nuk ka rëndësi flamuri, iku erdhi flamuri. Hajde diskutojmë politikë ne, vazhdojmë. Ore kjo është gjë e rëndësishme mendoj. Vazhdojmë politikë. Nga java e kaluar e kam pa që ajo është vetëm jashtë. Se logjikën e ka pas që bën kërkesat e pam. Ajo është një zonë që ka luftuar, ka kontribuar pafund. Në respekt. Por kam mos i respektuar analizoj rrëfimin. shumë se mund të jetë deklaratë emocionale. Ja kam respektuar rrëfimin. Ajo Ajo ka dhënë publikisht. Ajo është PD, do jetë PD, vazhdojmë. Merrimi me thot kur Berisha ta ketë seriozisht organizimin. Merrimi me këtë gjë, hajde. Atëherë, Një sekond, jo. Kemi një pyetje tjetër. Që është e rëndësishme. Ju kërkojnë tani qeveri teknike. E vetmja E kërkuat dhe më parë, por nuk e u dha. po. Tani pse duhet ta pranojë Edi Rama këtë? Kaq budollaj dini Edi Rama. Jo, ta them unë. Dhe këtu Se thot flamuri me këta, mblidhet Çali po, me këta. këtu do të drejtohem Batonit. Ore mund drejto mua që të bëra pyetje. Ky po dhe Batonit. Po. Se Batoni është njohës më i mirë nga të gjithë ne këtu, por ne do të drejtohem. Sepse Ore si impononi e Ramës ju tani? ata sqaroj. Se të... Më le, more, më le. Ju në parlament s'keni, ju këtë s'keni, ju këtë Më lem s'keni. të Si them. imponohesh më vlla? Si kërkon qeveri teknike? A më bëre pyetje? Ik mos thot ai. A më bëre pyetje? Po je përgjigje më vlla. Po ti s'po vlet fja përgjigje. Jo po të po i drejtojmë Batonit. Po të drejtohem edhe Batonit. Unë pyetën ta bëj unë ti këtu, po i drejtojmë Batonit. Se një Çfarë do të thënë Batonit. kjo më vlla? U zhvilluan zgjedhjet në Serbi. Dakord? Raporti i OSB Odirit për zgjedhjet në Shqipëri është disa herë më i zi se raporti i OSB Odirit për zgjedhjet në Serbi. Pra për zgjedhjet e Shqipërisë është shumë më i zi se zgjedhjet e Serbisë. Kupton? E kuptojmë tash ku është historia? Sot e kësaj dite zgjedhjet e Serbisë nuk janë njohur. Prit mos u ngut. Po ti tani mund marrë prit. zgjedhje që bën për botë. A të lutem- Disa zgjedhje kanë për botë. Atë lutem. Ti merr ato dhe Atë lutem. po Amlet s'ka lutem. analizën tani. Të lutem po tash tani Po se do na marrin për Fal, në rast se ti që janë këta të marrë donaton. Prit. Donaton që janë këta që nuk janë mirë. Ka të kontrar. Se ky donte edhe Në rast se mendimin në ti, fillim. Ylli, pretendon që përgjigja ime tjetë ajo që do ti, je gabim. Jo, jo. Atëherë më letë ja Ti po flet për po flet gjëra të tjera. Un po them, e dramën zotëri, si e Ylli, detyron ti që të ti jap pyet ty. ato që do ti, unë përgjigjem ato që di unë. Këtë po. Këtu më fal të rihem unë. Le të them ato që di unë. Doktori shkollur më të mirë që ka krijuar aty, kjo është. Je përgjigjen e vet vlla. Dhe e shumë simpatike. Nuk do të di fare për pyetjen. Në Tani. rregull. Pyetje tjetër. Po prit, ne Po lera mos u përgjigj. Ne kemi mbledhur pafund dokumenta plus atyre që ka mbledhur vetë OSB Odiri. Dhe po bëjmë një dosje të manipulimit, të farsës dhe jemi duke e përcjell në të gjitha. Historiani jeni ju që mblidhni dokumentet, çfarë do të thënë kjo më? Zotëri. Por ti duhet të dalësh në veprim konkret. Ti- Ti thua më kam mbledhur votat, nxirr njerëzit më në rrugë. Që të shikojmë njerëzit ne. Ne që jemi ulur këtu, Ylli. të shikojmë që dolën njerëzit aty. Ylli. Ti si je historian më valla? Ylli. Që mbledh dokumenta. Çfarë do të thënë kjo? Dëgjoj tani. Prova e faktit. Çfarë të dëgjoj? Ylli. Në rast se unë oponesi opozit, do të bëjmë ato që thua ti, i bie që ne quhemi analist, nuk quhemi politikan. Këtu është ndryshimi. Ore, njerëzit- Ne do bëjmë ato që gjykojmë ne dhe Ti thua me një institucionet farsë të tona. madhe elektorale më ka vjedhur Fal, të lutem. fitoren, më ka vjedhur Edi Rama. Ylli. Dini njerëzit vlla ti shohim. Të thash që Dhe parë, të iki të fshihet Edi Rama. Ylli, të thash që parë që ke qenë këshilltar politik, e kundërshtove, Unë s'kam qenë tani asnjë po kthesh këshilltar rolin e politik. këshilltarit, mos më këshilloj Ylli. Kjo është Mos më këshillo. Sa të ndodh tani? Më le po them. Hapi i parë. Hapi parë. E para, Se më ka thënë një herë që revolucioni zgjat 10 vjet. Tani sa vjet do zgjas ky revolucioni më? tani ta Diçka sqaroj. se U bën 1/4 tash. Ta sqaroj. sa të mos jetë asnjëri nga ne këtu. Ta sqaroj. Revolucioni vazhdon Ta sqaroj gjatë. unë ty. Revolucioni vazhdon.
Lufta vazhdon. Autokracit, apo regjimet, sidomos një narko-regjim si që është ky, kërkon konsistencë në betejë. Qartë? Do dhe strategji, si? Edhe strategjin, edhe strategji po ecim ne. Tani, e para dokumentimi tërësor i farsës. Dokumentimi i vivazhonit. Dhe Do fitonin me të? 3 vjet dokumentim. Zgjedhja Dhe, ligjore, ta sqareun, jo, s'ka një askush. ka Dhe, përshëndetur, jo, mos u ngut. Delegitimim të kësaj farse. Hapi parë. Kush i ka njohur? A e dëgjove? Ta marrë. Jo, mos u ngut. Kanë uruar për fitoren e Tiranës. Jo, mos u ngut. Mos u ngut. A samiti, mos ngatro samitin e planifikuar muaj përpara që dikush do vishta prit. Deklaruar me Macron. Mos u ngut. Ta gjithë me radhë. Po, të gjithë ata e njohën zgjedhjen. Mos ti je. Shërbau uroj popullin shqiptar. Prit. Po pra, po jo Edi Rama. Po popullin shqiptar. Prit. Po të ishin pa rregull thosh popull shqiptar mos i pranon këtë zgjedhje. Prit. Merrni dhe lexoni deklaratën e 2021-shit të Departamentit Amerikan Po Shtetit. s'ka lidhje më fare. Ka. Ka ndryshuar Amerika më. Jo, prit. Nuk pjerë fare për një, o flamur, edhe po ti paguash lekti. Më Amerikës, edhe ti, edhe e drama, me që bëndë lobin gjitha, edhe ti me laqivitën, labiditën që janë ata, paguaj qatë duash. Nuk pjerë me për ne, fare. A i mbledh vetëm paratë madhe dhe ikën. Si pas te. Sot e di që ata. Si pas te. Kishte e vdekur Biden i tha. Kirë 5 vjetë dhe është një klon. Tha tani mo, para disa orësh. Po, presidenti Trump. Tha, Presidenti Trump ka drejt bëj ironi me rivalët e tij apo me ish homologët e tij, por ti dhe unë nuk e kemi atë drejt. Unë kam drejt të them çfarë duam. Prit. Tani prit më dëgjoj mua ta marrë. Po ç'lidhje kam unë me presidentin Trump as me presidentin? Unë jam punë time këtu. Në një fshat të madh. Më dëgjoj. Fshat, domethënë fshat është ky? Më dëgjoj tani. Jam në një fshat këtu në Shqipëri. A më pyete? Quhet edhe kaq. A më pyete? Po pse? Unë po të tregoj, hapat e parë këto janë. Dhe ne po bëjmë. Pastaj do të vim në emision tjetër për të treguar hapat tjetër. Vazhdoni ju flamur, ku do na çoni më vonë. Gjitha më, ju provuat me protestë, ju provuat me bosbine civile, ju provuat me kërkuat qeveri teknike. Provuat me zgjedhje i konsumuat gjitha hapat, më. Tash çfarë bën rikthej nga fillimi, prapë të njëjta gjëra. O zotri, kjo është betejë për votën e lirë. Tani do të përdorim çdo mjet, çdo strategji demokratike. Po si pra ku? Të gjitha. Prit, bëj durim. Shumë nga votat, ja një minutë, një pyetje, ti jemi pak më dinamik këtë pjesë se kemi pak minuta në dispozicion dhe unë kam 3-4 pyetje tjera. Patjetër. Zoti Noka, shumë prej votave që ju keni humbur, unë edhe sikur të më vinë tani me automatik te balli, që sistemi ju ka hequr 10 deputet s'ka pikë dyshimi. Që si mund të ngrihet, është dhe pyetja që thot Abilekaj, si mund të ngrihet një parti që ka 12 vjet në pushtet nga 48% në 53, është dhe kjo një pyetje shumë e Kur s'ka qeverisur kur, po do më lësh ta mbaroj. po. Është një pyetje shumë e rëndësishme. Po, ka humbur 67.000 Po 10 ka humbur po. Por 53% 10 gjithë ato votat deputet 430.000 qytetarë sistemin një sekondë baton të lutem që ka ndërtuar Sali Berisha me Edi Ramën. Tani, por ju keni humbur në këto zgjedhje edhe pse partitë e reja ju kanë marrë vota. Jo nga Edi Rama. Pse nuk e kërkoni te vetja juaj? Votuesit nuk ju kanë besuar, kanë zgjedhur të shkojnë drejt Lapajt, pavarësisht se sistemi e ka bërë copa Lapajn, Shejaj dhe Qorit. Pse nuk e pranoni dhe këtë flamur? Po ta kishte thënë ti tani këtu, ne do të thoshim ore flamuri. Bravo i qoftë tha dhe këtë gjë. Se kjo është një gjë e vërtetë flamur. Dhe popullata që na ndjek ne, thotë ja, tha një gjë të vërtetë flamuri tani. Janë 100.000 vota ato, të cilat nuk e kanë marrë Edi Ramës, i kanë marrë te ju, dhe ju duhet të vini gishtin kokës, të dy gishtat, edhe majtas dhe djatas, dhe thoni zotri, ore këta morën 100, dhe pse si ishin këta te ju, po ishte për shembull njeriu që kam thirrur unë tani, që do të na rregullojë ndeshjen e së shtunës, pas pak, jeni sheri, ai iku dhe ai nuk u fut në grup, iku më përpara, e ndjeu lagështirën, edhe iku, dhe mblodhët 26 parti që s'merrte as i vot. E kupton? Ai skema vetëm kontare, ka s'ka një skem propozime. Jo, s'ka me tani, i kam më vonë. Unë kam një përgjigje të thjeshtë. Thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Edi Rama krijoi disa parti opozitës, ne ju shtrim dorën, refuzuar të bëjnë opozitën, kjo është tjetër gjë. Por Ju i sulmuat ata? Prit, jo ke gabim. Sulmuat ata. Ju thati i shërben Ramës, i thati këta janë e gës, mos u ngut, sepse
i kalove etapat në gjykim. Më falë që po të. Pse? Fillimisht, ju është 3 dora nga Sali Berisha, ka të quar emisarët e ti në bisedime, kanë refuzuar edhe pastaj unë i kam sulmuar në emër të PD-s. Pra sepse ju... Ta marre. Ta që kjo është hapët e ti. Iku kjo. Ju bët kod kundër tyre. Jo, iku, jo, së është bë kod. Jo. S'kan nuk... prandaj u dojgjën. Se egzistonim të ku ka qenë kodit. Jo. Tani, por ka një përgjigje shumë thjesht ylli. Në fars, autori i farsës përcakton si të doj, shifrat, sa të doj numrat, dhe ku të doj, fitoren, ku të doj, barazimin, ku të doj, gjitha. Kjo është. Për sa kohë flasim për fars, ne duhet drejtojmë gishtin ke autori i farsës. Mos hyni të opozita. I gjenë doktori këto fjallet pasi e ha goditjen, umbjen, gjenë fjallën e përshtatshme, farsë. Për shembull farsë dhe fut e farsë ato gjitha gjërat, Kjo është. Beton. Kjo kam bajtë. Në Kosovë nuk i gjeni dot ju, kur ke jetuar ti aty nuk i gjeni dot to fjalë. Edhe pse aty kishe njerëz të rëndësishëm shumë që i Ibrahim Burgova e këta, nuk i gjeni dot kaq fjalë të bukura gjen doktori. Pam, farsë. A të bëj një pyetje unë që kjo më ashtu. Të intrigon. Të intrigon, Ilira Ali Mehmeti edhe disa kandidatë tjerë tuaj kanë kërkuar rinumërim votash. Po. Ju tani pse s'ja u jepni këtë këtu? Sepse si mund të jeni të besueshëm juve që po luftoni për votën e lirë dhe nuk ju garantoni rinumërim? Pyetje tërësisht e sakt. Pyetja juaj dhe të falenderoj, Ergjys. Absolutisht, çdo njëri nga kandidatët tanë që ka kërkuar rinumërim, verifikim apo çfarë do t'i mundsohet nga ana jon kodi zgjedhor. Ndalon të drejtën e kandidatëve për të kërkuar. Pra e gjithë propagandas... Kodi mund interpretohet? Të lutem, jo. është i shkuar e zezë bitë bardhë. Dakor. Ndalon. Më lejo. Por, shiko, më falë. Me që... Po, pa tjetër, po. Në qoftë se ka fakte, nuk e ndalon askush kasën që vetë ta marrë të drejtë, atë themi... Iniciativën. Për t'i hapër. Iniciativën, jo, e ke gabim. Ex officios. E ke gabim. S'mundet. E ke gabim. Kërkojmë E ke gabim. Partia mundet mja qumë. Pse, e pengon. E pengon, s'ta merë fare shqyrtim. Se është i shkuar në kod. Partia... Pse nuk ja u jep një juve? Po pra, të jam duke të thonë. Të jam duke të thonë. Sot, për shembull, unë i kam firmosur një autorizim deputetit Aslan Dogjani për këtë gjë, si më ka ardhur zyrë. Pse? Sepse, siç e tha dhe zoti Haxhiu, kodi zgjedhor përcakton që partia është ajo që kërkon. Po, unë e di këtë. Dhe kjo do të ndodh. Pra, do të ndodh për të gjithë. Ka mbaruar, sepse ata kanë shuar gabimisht të gjithë kërkesat personale. Dhe ne pritëm që të ezarohet si fazë. Ka patur një, pra ne prapë të media do këthehem, patë një spinim të media qeveritare që edhe përfaqësues të opozitë ishin kundër kandidatëve të PD-s për të futur luftë. Në fakt, kodi zgjedhor ndalon. Jep partisë. Dhe unë sot po ju them, çdo kandidat i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, që kërkon të verifikoj votat, rinumërimin apo çdo lloj procesi. Edhe Partia Lirisë. Edhe Partisë Lirisë. Duhet vi dhe absolutisht Partia Demokratike do të paraqes kërkesë pranë KQZ-s për proceset që kërkon kandidatët. Pse i vonuat? Sepse i dashur Ergjys, pse u vonuan? Kandidatët, duke mos e njohur mirë kodin zgjedhor, vrapuan për të çuar letrat në kërkesat në KQZ dhe nuk i sollën tek partia. Dhe ne u njohëm nga KQZ-ja. Tani, ai proces nuk kthehej mbas, duhet ezaurohej si proces që ne ta marrim në shqyrtim. Dhe këtë jam duke thonë, kjo është çdo njëri prej tyre sot e kam nisë me të parin kandidat. Aslan Dogjanin, kushdo që të vi, e ka absolutisht. Pse? Ne është procedurë, pra është procedurë. Transparenca e votës është jetësore për ne. Neve si mund të kërkojmë transparencë për votën tek kundërshtari, nëse ne nuk i japim drejtën e transparencës çdo kujt brenda nesh. Absolute po. Normal. Tani unë kam një gjë për ta mbyllur. Kam e para një, zoti Noga tregoi një histori nga një fshat i Bashkisë së Srebrenic. Një familje nuk doli fare. Dhe u interesua ditën e votimit dhe ju thanë që skandal. Tani kjo ngjarje te Partia Socialiste do përkthehej ndryshe.
në orën 9 të mëngjesit, ata që merren me votuesit të Partisë Socialiste, do kishin shkuar dhe shtëpia, do kishin nxjerrë, do kishin votuar, do kishin çuar prapë te shtëpia. Po. Kjo është mënyrë organizimi. Nuk është vetëm patronazhim ose presion. Po. Shpresher është mënyrë organizimi. Tek juve, jo vetëm që si ka marrë njëri, po pyesni ju, ata interesohen, këta s'dalin, të nesërmen ju me një vesh arsyen për skandal. Ta them, ka? Tani, a ndjeni ndonjë Atë ta gjë që shkon ndaloj këtu këtë te kjo gjë apo jo? Që mos lodhesh. Po pyes. Ka ndodhur pra ky. Sepse çfarë i është thënë, hajdeni, po do vim. Hajdeni, pak më vonë se jemi këtu, argumente për të shpëtuar. Hajdeni, ja do vim. Pastaj në orarin final, po ja se na ndodhi se kemi një smur, kemi edhe justifikime si të detyruar. Pastaj të nesërmen është kontaktuar live, person për person, dhe ka treguar të vërtetë se telefon se thoshë. Kjo pra është e gjitha. Pra nuk është se ka ngelur për kujdesin tonë. Unë gjithsesi mendoj që si organizim do shkon në ndryshe të Partisë Socialiste. Ata kanë një Mendoj unë. Ata presionojnë dhe blejnë, po. Do shohë çka keni bërë juve, jo vetëm Brama. Ma thoni si e keni mendu kur e keni dërgu Gazbardhin në Fier që do i fitoni votat e demokratëve. Që shikojni e kun përcjell Fierin, me vëmendje. Po i shikoni zonat zgjedhore. Ti e din që në prej vitit 2001 gati e një çdo zonë zgjedhore në Shqipëri. Teorikisht, sepse praktikisht s'ke zbrit në terren. Praktikisht e më konë se cilin terren. Praktikisht Tirana dhe Kuksi njeftë të tjera. Jo. Hajde, vazhdojmë. Po ta tregoj Fierin këtë vit. Partia Demokratike në Fier ka humbë dikun rreth 6.000 vota, 7.000. Te Partia Socialiste, 7.000 vota te veta, në zonat e veta. Por ka fitu gjitha ato vota në zonat e Partisë Demokratike. Si është e mundur? Në Lushnje, në zonat ku Partia Demokratike ka qenë, do me thonë, Partia Socialiste as nuk ka shku për të bërë I dashur baton, mos u allakat shumë sepse nuk vlen me çu deri në fund. Të them përgjigjen kam shumë thjesht. Ma thuj, çka është ndodhur në Fierin? Si në Fier. Jo, ma thuj konkretisht, mos më bë propagandë. Ta sqaroj unë. Ta sqaroj unë. 3 zonat kryesore ku krimi organizuar ka qenë njësh me pushtetin dhe me shtetin elektoral është Durrësi, Fieri dhe Elbasani, duke përfshirë dhe Vorën, po Vora që është i vogël. Pra, i njëjti fenomen, i njëjti mekanizëm. Në Fier dhe në Elbasan ka qenë shumë më agresiv se në vendet e po, dhe kjo ka ndodhur. Pra, një sinceritet më të madh. Sinceritetin absolut. Ku ajo zona atje ku kanë qenë demokraci, kur Partia Socialiste s'ka shkel, si është e mundur kanë votuar Partia Socialiste. Baton. Po nuk e kanë një ata për korrupsion as për as për lek as të përmenda, jo ke gabim, ti se mos bëj njohësin aq mas se di unë e njoh unë me detaje. Po ka një njeri që është ti e di në këtë parti, që fëmijë jam unë. Dhe i njoh edhe me mbiemra gjithë, jo edhe Fierin, me mbiemra, me lagje, me fshatra. Ka ndodhur i njëjti fenomen vetëm në përmasa më të mëdha se në vende tjera. Çfarë ka ndodhur? Sepse shuma e parave të hedhura në treg ka qenë shumë më e madhe se ishte zëvendësministria, ka qenë presioni 10 fish më i madh sepse gjithë administrata e shtetit, disa ministra të përqendruar atje, drejtora pafund, pra ka qenë i njëjti skenar, vetëm më agresiv, më i egër dhe më i dhunshëm, kaq. Shpjegohet që kryetari i Partisë Lushnjës, në ditën që del renditja në Risës mbyllur, bën peticion që të mos jeti 5 në listën e mbyllur, po të jeti 4 në listën. Nuk është e vërtetë, s'ka asnjë peticion. Ka bërë kërkesë, ka rëndësi. Jo, asnjë kërkesë të peticion në Partinë Demokratike. Jo e dini. Mos u merrni me Partinë Demokratike, merruni me ata që bën farsën. Tani Partinë Demokratike kemi këtu ne. Jo, merruni me farsën, sepse Partia Demokratike i dhem demokratëve. Farsën merrem. Farsa edhe autokracisë i dhem gjithë Shqipërisë. Farsën merrem ne. Gjithë Shqipërisë. Por, nëse ju thoni do luftojnë Goliathin, duhet bëni pak në Davidi. Se ju nuk thoni, ju të shkoni me staj kot për të mundur Goliathin të dalin gjithëra. Tash dëgjoni këtu. Dëgjoj, Enton me që hape. Sali Berisha kaloi një situatë non grate. Sali Berisha kaloi një situatë burgu. Po, dakor. Rrëmbim simbolesh. Dhe 5 muaj më përpara ditës zgjedhjeve, doli nga burgu, nga burgosja politike.
Po e keni pas 25.000-50.000 njerëz në rrugë. Atë lutem. Për këto arsye. Të lutem ta mbaroj. Jo, nuk Prit, se kalon prit, se ajo ka kuptoj që të djeg kjo, po më dëgjoj tani. mu më djeg. Prit. Mirë. Doli nga burgu politik dhe për 5 muaj ngriti partinë, mobilizoi partinë, zhvilloi një fushat mos më cito, fantastike të shkëlqyer. Po mos më cito, se unë Prit, këtë dash. do të citoj. Me që po ke qef. Të citoj pse ti e citove mrapsht, unë po citoj marrësh. Hajde, mirë. Ngriti partinë, bëri një fushat të shkëlqyer, e vetmi paraqiti program më të mirë në 35 vite, e vetmja forcë politike që doli me program. Angazhoi, mori 4 rezoluta. 4 rezoluta. Si kur ndonjëherë në 35 vite. Angazhoi partnerët në mbështetje të saj dhe prit. Prit pat, jo së piti. Shkruan në Vokshi, Jo. dhe lexojnë atë. Jo, zotri, këtu s'mund të fysht, janë 109 parti që partje, Ka partit bëjnë kështu. 109 parti që mblodhën. Mbledhjet e tyre, asamblet e tyre, të gjitha shkruajnë dhe lexojnë aty. Kjo që të thua ti, Që votojnë shumë. Sa nuk i kjo lexojnë, që thua ti, më fal. Jo, po nuk është bërë një krim, jo. Janë njerëz politik. Është bërë një gjë normale. Mos u ngut, zotri. Kjo quhet Jo, zotri, jo, mos u ngut. Jo, mos u ngut. është normalitet. Do me thënë, Zotri. shkruan Vokshi, lexohet aty, Jo. votohet, Jo. e shkruan, po ti e shkruan. Jo. Ose e shkruan në Jo, parti, prit. ai spanjolli për Zotri, spanjollin. atje ke ti 109 parti, 109. po, janë, Pjesa tërmuese si lexon fare këto. jo ke gabim ti. O, flamur tani. E ke gabim. Që janë marrë me këtë punë. Prit pa, po. Po, e ke gabim. Tani po morem, po se pse ti je marrë marrë me me këtë rezolutat punë? ju, do. Më merrte për budalla pas? Jo, s'par për budalla. Po se tani kjo Tani, ti rezolutën e partnerëve ti s'mund se kjo është strategji e Ramës. rezolutën e Për ta shkruan zhvlerësuar. Edhe Jo, Rama prit, ka shkruar rezoluta prit, shumë, mo e. Jo, mo jo iç. Rama ka shkruar rezoluta më shumë se ju. Rezoluta. Edhe rezoluta, më fal. Në mbledhjet e veta. Edhe rezoluta. Në mbledhjet që bën me vetë. Edhe rezoluta di. Rama kush e di se rezoluta, mo. Jep goditje e farsës, goditje e farsës. Sepse flet për shtetin elektoral, flet për përdorimin e karteleve dhe të krimit organizuar, flet për patronazhimin, flet për gjitha. Nuk dëgjoni me. Këto janë. Dhe pra, Nuk i njihni vetes asnjë gabim flamur. Kemi 3 pyetje e fundit shkurt. Vetes nuk i njihni asnjë gabim në këtë stere që jetojmë tani ju, Partia Demokratike, ti, këta të tjerët, të gjithë. Doktori nuk njeh se ai përgjithsisht nuk njeh gabime. Po ju të tjerët nuk njehni ndonjë gjë. po ka një gabim. Nuk rini natën vini kokën Ka një gabim. Po ka një gabim. problem kështu. Ka një gabim. E thua. Gabimi fundi krye quhet Edi Rama. Edi Rama. Mirë, Omul, Sali Berisha thotë që do bëj reflektim mbi zgjedhjen. Tani ka 2 pyetje këtu. Një e para, kur do bëhet ky reflektimi, se reflektimi do të ishte bërë tash. Dhe e dyta, në qoftë se ju s'keni asnjë gabim, çfarë reflektimi do bëni juve? Tani, ne O tani erdhën liderët e këtu. Më shkruajnë erdhën liderët e Evropit këtu. E përgëzuan Edi Ramën për fitoren dhe ky thotë rezoluta thotë më shkruajnë. Jo. Ata erdhën uruan këtu. Po jo, mos u gut. Ure liderat. Po jo, më jo. Liderat e Po mëdhenj. jo, më jo. Prit. Jo. Tani, Po mirë, rezolutat i ne kemi hapin e parë Ergys, që është hapi parë. dokumentimi i farsës për delitimin. Kjo nuk ju pengon nga refleksioni. Pa marrë, jo, kjo është do kohën e vet, do punën e vet, do punë. Kjo është punë paralele. Jo, s'bot paralele, jo. Po pse mo nuk bëni njëkohësisht dhe bilancin tuaj? Jo, nuk kemi nevojë të lodhim sepse do të hyjmë seriozisht dhe jemi duke u marrë vetëm me këtë punë tani. Se është prioritet. Jeni gjitha e parti, mos keni Po kapacitet zotri, ju të bëni. janë, po kemi ndjedh strategjinë tash a do të marrim strategji. Në një gabim kini. Okej, Ta ne strategjinë tonë. Vazhdo. Pastaj sigurisht do korrigjojmë edhe ne gabimet që kemi patur brenda nesh. Po. Por Tani për tani tua nuk të ju ka drejtor ardhur në gishtin një. tek Partia Demokratike, kur në Shqipëri s'ka zgjedhje lira, do të thotë ti Po bësh që thua ne avokatisë. s'kemi gabime valla, çfarë do reflektosh? Kaq. Ore tani prit se do mendojmë do Ylli. ti do t'ju heqësh gabimet tyre. Po pra se Ore do mendohet për gabimet, po këta mendojnë më vonë për gabimet e tyre. Shikojnë të gjitha gabimet e Edramës, të gjitha çka bërë Edrama, dhe po kanë bërë një gabim, këta mendojnë në fund. Do mendojnë, do vinë dita të mendojnë dhe këta ore. Do ta kemi këtë mendim flamur. Jo, Ylli. Jo, do pas këtë drejtimës. Pse jo? Ylli. Sepse ka vetëm një mendim. Antoni po habitet shumë. Mendim rreth Antoni mënyrës. po habitet Ylli, shumë. mendim rreth mënyrës se si duhet artojmë strategji për të rikthyer votën lirik. Ore mendim është mirë. Ju- Mos ketë fare njeriu. Jo, shiko, ju talleni, Kënë në rregull. Ylli, dëgjoj tani. Ju po talleni këtu me votën.
Mos, po ne s'kemi Po, çfarë bëjmë shtyri tjetër kjo. po burë se s'na kanë ngel. Shqipëria, Ne, në Shqipëri përveç ka një ndodhur votë që kemi gjëma, të cilin- sepse është vrar vota, dhe ju bëni humor me votën. Mendoj që Bravo ju vrarë qoftë. opozita, ore, se- Bravo se- ju qoftë, jo është vrar vrarë vota. shpresë. Është vrarë Është vrar shpresë. vota, zotri. Vota është Ka vrarë lidhje shpresa thjesht me për vota. opozitën, është vrar vota. Po, për shpresë Po, Dhe patjetër. vrasja e votës do të thotë vrasje demokracisë, zotri. Pikërisht pra. Dhe kjo duhet të jetë kuj, jo humor për ju. Jo më Çaq është. Po, humor cinizëm nga halli, ore. se nuk- Ja botova, unë kishë një shkrim shumë të lartë Ermal Mulosmani, para disa kur mbaron zgjedhjet, është Berisha fitoi, ne humbëm. Edhe shpjegon të hiç. Por i realizoi të gjitha, thotë Berisha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Të humburi dolën këta dhe militantë. Dhe a di çfarë? Sa mori shket, doli humbur. A di çfarë më bën përshtypje në këtë histori mua pas 11 majit? Çfarë? Të gjithë ata që nuk kanë votuar Partinë Demokratike janë turrur të bëjnë gjyqin e asaj, e habitshme. Se unë pranoj, po, ke të problem- bëj gjyqin ka- dikush ka që ka problem. votuar Partinë Demokratike, Flamur. të bëj gjyqin edhe pse ka apo s'ka gabitur. do që vetëm Por kjo gjithë ka ata ikur që sot. kanë mbështetur regjimin, Ja, mo kjo kalaja ka kanë ikur. votuar regjimin. Ore, Sot janë kjo kalaja e Partisë Demokratike ka ikur ata sot, që kanë nuk bërë vi të me farsën, Fal. dhe s'kanë bërë zë. Nëse Farsa, Të farsë, kalaja ka ikur dhe thot farsa vazhdon. Dhe në qoftë se Sali Berisha nuk ndryn thot për të bërë këtë gjë nga e para, unë thot nuk vi me aty, kjo vetë. Pra, kjo ka votuar Partinë Demokratike, ore, kalaja. Ka marrë dhe vota, e shkëta. Ka votuar Partinë Demokratike. Dhe, se ti, ma përshëndet Endrin. po mul, nëse se të përshëndes Endrin tani ti Endrit i the, ti dhe Lulbasha e keni thënë. Jo, Endri i thash. Ti dhe Lulbasha. Endri Meksi, o Lacit. Endri Meksi. Që se, baga mendi Endri Meksi. Jo, unë mendova po thotë Endri Fugër. Tani ka thirrje, dy fje, jo Endri Fuga bu. E kishte për Endri Meksi. Jo, Endri Fuga e lëshon në rrogos mesazhet dhe i Endri përcjellin Fuga këto i tjerët bën- pastaj. Endri Fuga i fut poshtë. E kupton jo? Ai i përcjell i lëshon, Tani. ta pastaj marrin. Ka thirrje nga baza e PD-s, shkurti dua këto dy të fundit që do hynin në grevurie. Përballoni dot me ysh vërtet. Ylli, Se ti qeshore, po Doriç pa ngrënë e gjërat. Ylli, Ilir Meta mendon që ka qenë i fundit që u lidhi Shami aty dhe ul në parlament. Ylli. Në greva. po. Jo, Dhe Flamuri shket mund të hyjmë, dhe Flamuri po. çfarë do të bëjmë? bërë dhe Unë Rama i thash, hapi i parë është ky, pastaj do bisedojmë për çdo hap tjetër. Grevurie. Ylli, hapi i parë është dokumentim, argumentim i farsës dhe delejtimimi i Sa kësaj. vazhdon kjo Flamur? Hapi i dytë do të vijmë këtu dhe do bisedojmë për hapin e dytë dhe të tretë. Hapin dakor? e dytë të tretë do kemi. Dhe ti e di që unë e mbaj fjalën, kur them do vi do vi. Tani, Apo s'është kështu? po këtë drejtë ne jemi miq bashkë e the mirë ti dhe do të jemi të vazhdojmë. Pa diskutim. Bashkë, por Ndahemi në disa qëndrime, po së ndajemi. por Në disa do gjëra. thotë gjë. PD tani është parti që mund mendoj që Flamur, pavarësisht nga dëshira që ti ke, janë njerëz që ke punuar më shumë, mund të vlerësoj, nga njerëz që ke punuar më shumë vërtet aty. Në sidomos në këto zgjedhje. Sepse ajo pjesa e mos e erdhi aty me vrap për të marrë mandatet aty. Ti mos thuaj se i rëmbeu mandatet e tani ata mund të bëjnë tjetër, siç është ky avokati, se nuk thoshte se kod ai. Por ju për shembull, pse dhe unë për shembull këtë emisionin, po nuk e pa më njeri Flamur, do ta mbyllur. Qartë. E shikoj unë, e shikoj njerëzit, e shikojnë tani. Për fat të Zotit, rofshin, të gjithë ta e ndjekin shumë, baton. Po nuk e pa njeri, edhe ju ore, mund ta mbyllni. A të bëj pyetje? Si e mendon ti tani? Po, a të bëj pyetje unë tani? Të ta kthem. Jo, je përgjigjen e kësaj. Përgjigjen time do të kesh me pyetje. Do ta jap me gjysmë pyetje. Fute. Ashtu dhe. Në rast se këtij emisionit tat, sa herë dalësh ti emision? Me mbyll Rama. dritat. Ta mbyll. Më thuaj ti, a je ti fajtori që emisioni nuk shikohet apo është i dërguar? Jo. E drama ka qenë e dyrë. Kjo është përgjigje. Ka mikur unë. Kjo është Ka përgjigje. njëri televizion. Kjo është- Jo, ka mikur. kjo është Bile e përgjigje. dramës i thash njerë këtu, shiko, po Kjo erdhe është ti përgjigja. prap. Në Kjo 2021 është përgjigja. i thash e dramës tu, jam të gjithë. Po erdhe ti prap, i thash unë ka rrezik ta shfaq Telana. Do vë një perde, i thash, dhe do jap emisionin. Se mos ma mbyllësh. Po qeshte. E se ne mund ta mbyllte mo. Edhe më ka bërë në një dy televizione më ka bërë. Po tani, jo vetëm me drama, më kanë bërë dhe ata që punonin aty, të zotët e televizioneve, se ashtu ju duaj. Po me urdhën nga Rama, nga Fuga, nga Po kështu. merrnin harxhet e tyre ata. Po, pra, e di, Tani, e di. ti e di mirë ti. E di pra di. E di. Tani, problemi është edhe ju, e mbyll. Edhe ti merresh me një Të punë. dhash një përgjigje unë. Merresh me një punë. Jo, të të mirë, dhash më një përgjigje. Edhe. Ne jemi me mision dhe Mi jemi me mision, të ka thënë doktori mision, këtë farsën dhe mision. Ka edhe i problem të edhe, se këtu thuhet, o e mbyllim, ose e mbajmë kështu si ç'është. Ore, ka dhe i rrugë tjetër, më ta reformojnë, o burr. Sepse këta, po këta kanë çu, shiko, fal. aty mos Por e ti jene vete tani, këta pa u reformuar vetë, si mund ta reformojnë? këto momentalisht. Ç'do Ma të të bëj kjo? pyetje unë tash, keni se po du të bëjmë Po si mund ta reformojnë këta? me emra s'dua se do të fus pastaj në kështu me Por e ke njeri të reformuar, aty që ta reformojnë. Çfarë të reformojnë? Aty janë ndedhur njerëz më të pa reformuar. Ore, jene vete ti. Po mirë valla tash.
Ore, Do bëhet kjo punë, mor. do mendosh ti normalisht si njeri apo që këtu është mendimi është bërë mendimi se ky vjen në fillim në emision më thonë mua duhet mendim tot. Batoni. Po këtë gjesh. Të nderuar televizikues Flamur Noga. Jo, ke drejti. Miku i emisionit. Por ju mendon vetëm Rama, dhe ju tjerë zbatoni mirë në rregull. Rama i shkëta. E po kështu zbyllet emisioni tash. Çe do të E thosh? vërteta. A vërteta? Shikoj, ide Asgjë nga ato që do Rama nuk janë thënë. partia Jo vetëm këtu në çdo emision. e 2021-shit, kishte një parti demokratike që kishte një imazh të ri. Figura të reja, deputet të rinj, një lider i cili nuk kisha si probleme Shtetet Bashkuara, madje Po. ajo ambasadori e Shtetet Bashkuara thoshte Luli Basha e kishte edhe Luli që Basha kishte dilte dhe fliste për ndryshim bile. ja kishte hequr emrin e gjatë. E kupton, nuk i mungon asgjë që të në pushtet, përveç kushteve të zgjedhjeve. Pra, nuk është problemi a do reformohet PS-ja, PD-ja. Po ai humbi A do pak. bëjë zgjedhje. A bën zgjedhje me Dirama, kështu është i pari. Anton, A do krejt reformohet lista PD-ja. e mbyllur e PD-s. Oferta duhet përmirësuar Tashme, vazhdimisht. krejt lista e mbyllur e PD-s e tashme. Ore, e zëm se iku Berisha, Ka Mul qenë- Noga, një sekundë, një pyetje kam. Iku Berisha, iku Mul Noga, këtë gjithë PD-ja. Do vjedh më dhe Dirama zgjedhjet apo jo? A ndaloni ju vjedhjen pastaj? Jo, po të Tash mos nisim po të pralla. reformohet PD-ja, Tu është do problemi. ketë Ortek votash kundër Ramës. Ku ka O zotri, Unë ku mendoj- po pyet për Ortekun, ti je interesik apo jo? Ore, siç ka fituar PD-ja, O zotri, siç ka fituar PD-ja në Janë kapura 92-shin vota. përballë O, zotri. Partisë Punës, që është makineria O, zotri, jo. më ekzemplar që ka pas në herë. Jo, jo, Patjetër. Lukashenko. Jo. Po jo më valla se njerëzit po të Jo. besuan, mul. Zotri, Njerëzit nuk besojnë. Shkruan dikush që- zotri, Besuan njerëz ka Ram që i zotri, bën ballë. zotri, Nuk shet kush jo vota, Ortek, po besuan. Orteqe, përgatit ti në mendjen tënde, këtu Po të reformohet nuk ka PD-ja. votime, nuk ka zgjedhje. Po s'ka më se nuk e mban dot ai. Ore, jem të reziti apo jo? Ore, Po ç'është? ore, jemi Po ju keni me hyrë fatalizëm, mo burr. Ju thoni s'fitojmë dot. O zotri, ka një rrugë. Vetëm ju jeni opozitë që thoni këto. Po si bindëm ne. O zotri, Ju po thoni më s'fitojmë trego dot. ti Po, mua su njerëzit, një shqiptarë. autokraci ku Po, ka su zgjedhje. shqiptarë. Po zgjedhje, hajde flasim fitojmë apo jo? Shiko, unë jam dakord që këtu ka shumë element fort të autokracisë. Po ky vend e para herë është i varur nga ndërkombëtarët, se nuk është kaq kollaj këtu, domethënë që ti të bësh sallatu sa të duash. Ti ke edhe ndërkombëtarët kundra, Ti ke në zgjedhjet e fundit në Bielorusi, të gjithë ndërkombëtarët ishin kundër Lukashenkos. Opozita pretendoi Po tjetër gjë Bielorusia më burr. Një lloj, asnjë ndryshim. Bielorusia ka Rusinë afër, ma Asnjë ndryshim. Edhe ti ke se din afër, pralla më trego ti mua. Dorin protesta. E ka Se ka bërë ndodhi si përfundim, Lukashenko jo. Afërsia gjeografike pas ka të bëjë me Një ligeri Jo, opozitës jo, në i sekond. Mërgjim, E ka bërë Arjan Çani një herë, i thoshte Ja i vazhdon na me Ai pushtet. a ke lidhje ti me rusët i thoshte Bashë tha jo tha, po as me rusët paske. Po ai ka rusët në krahë, normal që janë ndërkombëtarët e rusët. O, zotri, si çka keni, ke rusë ti? Ore ju keni paguar këto më thot njëri më shkruan në Nuk ka lidhje. Po, ne parat e antarësimit të PD-ja Kriskës, në 2020 të ICD-s. po të reformojnë. ishte gati. Po të reformojnë këta e Basha mundin nuk Ramën. të paguar 3 muaj më Reformi, problemi është e Rama, pastaj tek reformi të tës. O vlla, Problemi është mundur, shkolla. shiko. Si do të bëjmë Edi Ramën bëj zgjedhje, pastaj Partia do të bëjnë ofertën. Partia Demokratike. Ofertë pas zgjedhje si. Partia Demokratike në 92-shin ka marrë shumicë kushtetuese përballë Partisë Punës më burr. Ishte partia Çfarë thua ti valla? Ore, ishte guri i fundit i dominos. ka marrë 2/3 Ranë parlamentit. në 90 gjithë Europën, nëse marrë kishin 2/3 trafikuar partia e punës. Po edhe ky është i mbaruar me se ka gjysmë e qeverisë në burg. O Ergys, Ky ka gjysmë e o qeverisë. Ergys, Pra, jo. gjëja e parë që çdo shqiptar duhet të ketë problem sot është zgjedhje dhe vot të lirë. E dyta, pastaj çdo bëj opozita. Nderuar Muli. Kjo jo, Mul, më fal një sekond. Një Kjo fjalë, një fjalë. për sa kohë, që fal, shqiptarët- për sa kohë në Shqipëri s'ka zgjedhje të lira dhe s'ka votë të ofertë e lirë, vonë. çdo diskutim është avokati e farsës dhe e regjimit. Unë jam shumë Trumpi dakord. këtu bëj ofertën, s'ka. Unë jam shumë Ku dakord. është ofertë? Sa lekë jep ti, sa jep unë? Unë jam shumë Ore i keni pagu këto të ICD-s, më shkruajnë se Luli nuk ishte paguar dhe nuk i jep një ftesë ore për në mbledhje. Si që më kujtohet mua që kanë qenë njërë me IFE-n me ishim te ICD? federatë. Ishi to, keni bërë deklaratë? Atëherë pra Do me thënë ju kanë, jo jeni këta janë të regull, paguajnë se më shkruani. vazhdojmë. Unë them, patjetër që vota lirë është shumë e rëndësishme, por që ti ta motivosh shqiptarin, qytetarin, që të vi pas teje, të luftoj për votën e lirë, duhet të dëshmosh që e ke seriozisht më. Ergys, Dhe problemi është që këtu nuk beson askush as te ju as tek dhe prandaj dhe nuk Tani, ka Ergys, motivim po për tani të s'kemi kohë fare. nuk beson ti, nuk bësh se s'beson kush. Po jo më mirë. Nuk kemi kohë fare. Me gjithë farsën, Po, me me gjithë kryva, blerjen, me me gjithë besueshmëri. presionin, janë 500.000 votues që kanë besuar. Prit. Pra,
po ju them për herë të fundit edhe ta mbyllim. Në një vend që nuk ka zgjedhje të lira, në një vend që nuk është e shenjtëruar vota e lirë, aty s'ka demokraci, aty ka autokraci dhe gjëja e parë që duhet luftuar dhe duhet kërkuar është të shenjtërohet vota, të instalohet demokracia dhe pastaj të hyjmë bëjmë analizë për opozitën, për partitë e tjera. Çdo bisedë tjetër, përveç se rikthimit demokracisë dhe të votës lirë dhe të procesit të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, është avokati e farsës dhe avokati e... Ne këtë bisedë po e bëjmë në votën e lirë, se s'po e bëjmë kot. Do jemi prapë Ergyz dhe Flamuri do jetë tu. Ja, e më përfundova. Ne këtë bisedë e bëjmë sepse ne duam votë lirë. Dhe ne duam që kjo lëvizje për të mbrojtur votën e lirë të shkojë. Nuk ju dëgjova për 1 orë e gjys që thoni, ore, kjo është farsë, duhet dënuar. Po ta thash unë. Kjo është krim. Ne tha ky në fillim. Kjo është fajin e ka Edi Rama, se në Shqipëria është... Këtë du të bëni, pra. Ore, a na dëgjove t'ja... Po pra, kur ne të vendosim... Po, Rama manipulon. Kur vendoset në këtë vënd... Por ke edhe ti fajin vota e lirë, atëherë ti kërkon fajin mu, po nuk performova. Kaq. Më gjeti në 35 vite... Ergyz, më gjej në 35 vite një forcë politike që ka patur një program të tillë dinjitoz dhe që ka bërë një fushat të tillë dinjitoz. Përveç Partisë Demokratike dhe Zaripish, asnjëherë. Kaq. Këtë program që kanë bërë këta, po programin edhe baktive të edhës nuk e ha në vendin ku jetojmë ne. Populli unë jam i bindur, po të bëhen zgjedhje të lira, populli voton programin, unë këtë s'ta pranoj. Unë këtë s'ta pranoj. Po, se populli ka... Farsa është tjetër gjë. Populli voton Farsa ka përcen programe, ka përcen çdo gjë. Të nderuar teleshikues, pastaj farsa. me zotin Flamur Noga ishim, u përpoqim të thoshim gjërat, Flamur ish miku i emisionit, do t'jetë edhe herë të tjera, ne do të diskutojmë gjërësisht, pati debatën, se po, mirë që kishe debat dhe fajet gabimet i kemi patur ne, se nuk kushton kur i kemi ne baton. Ne të më thënë që pyesim. Dhe të mos këtë patur asë një gabim Flamuri. Ne që bëjmë avokatifu. Ne që bëjmë avokatinë. Këtë peshin e gabimeve edhe tanden edhe timen, vetëm këta le të krijohet. Tani vetëm të krijohet, vetëm të rregullohet kjo punore, të rregullohet opozita. Se ne, Flamur, mbajmë përgjegjësi, jemi dakord. Jemi dakord, na thoni çfarë doni. Bile na lidhni dhe me Putinin më vonë, se do të kërkoni dhe përveç Ramës do kërkoni dhe të tjerë. Futni Putinin, kush është tjetra? Diktator. Me këtë doni. Tani, në pjesën e dytë në tani do të kemi, pasi të përcjellim zotin Flamur dhe kolegët, do të vi një gazetar i njohur, Gerdi Çarçani me mua, se ndonjëherë kur i hedh zoti gjërat. Do vi një njeri i rëndësishëm shumë, që është Selami Jenisheri, kemi një mundësi që ne të fitojmë të shtunën, të coftojmë Serbinë këtu. Selami Jenisheri do të vi, por ai mund të ishte se po Zoti i bën të gjitha gjërat në njërë mirë, që bën të mirën, se mund të këshin futur Flamuri këta në listën e mbyllur, edhe ai nuk do vinte tani këtu. Dhe mund të hanim nga Serbia. Po ne tani, dhe kemi thirrur zotin Jenisheri, për kefin tonë do diskutojmë, ai do të thotë të skema, se si ne do të shemim Serbinë, por ndërkohë, jo të gjitha, se i marrin vesh serbët, edhe në shkatrojnë, se ti po busjesh. Marrin masa dhe përse. Marrin masa serbët. Ta kon Çarçanit të bëjnë ndërmjetësinë me Silvinjën. Jo, Çarçanit t'i thash unë, po të dy edhe Silvinjua edhe Duka, kanë mbyllur telefonat se ju kërkojnë bileta. Nuk kanë më telefona ata, por ne do bëjmë thirrje shumë të rëndësishme këtu, që të vi pa tjetër. Në më thënë të hapë telefon njeri nga këta, ose të shikojnë emisionin. Njeri e kishte marrë një nga bota arabike, falso, sigurisht e Silvinjua. Po a i kuptoj me njerë, se e kishte kuptoj se mësus matematike është, Jenisheri është merë gjak në vetulle. Flamur, faleminderit shumë. Faleminderit. Do t'jemi përsëri e gjitha. Inshallah opozita tani edhe në 4 vjeçarin që vjen tjetër me gjithë bënë një lëvizje hop. Nuk besoj që do jetë 4 vjeçar opozita, po do shohet. Shkurtohet thua. Publicitet të rikthehemi.